Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në Jashtë Kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë, të enjtë dhe të premte në orën 21 ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të premteve mbetemi gjithmonë tek gjeopolitika, si gjithmonë kam mikun e emisionit Dritan Goxha. Dritan, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Dritan, të martën diskutuam pak a shumë çfarë ndodhi në NOKB, njohjen e Palestinës nga Franca dhe Britania, Kanadaja dhe Australia, por nuk domethënë pak a shumë ajo që ndodhi më pas të nesërmen ishte takimi i Donald Trump me, le të themi, liderët e botës muslimane, ku Erdogan ishte në krah dhe vendet e Ligës Arabe ishin rreth një tavoline ku diskutua për Gazën dhe Trump deklaroi se jemi afër, le të themi, një arritje armëpushimi apo paqe në Gaza. Fillimisht pyetja është si e lexove këtë takim, cili është mesazhi që kërkonte presidenti Trump të jepte botës nëpërmjet këtij takimi. Në një kohë ku thash sapo ishte deklaruar njohja e Palestinës. Mbledhja e këtyre vendeve para Trumpi e bëri për të përçarë atë Ligën Arabe dhe vendet muslimane, të cilat u mblodhen në Katar para ca kohësh dhe vendosën gjitha bashkë, sepse në këtë mbledhje që po supozohet dhe po paraqitet si mbledhje e vendeve arabe, në realitet ishin vetëm vendet sunite arabe. Vendet sunite? Me Trumpin u mblodhen vetëm vendet sunite arabe. Jo edhe vendet arabe tjera të cilat janë shiite dhe kanë popullsi shiite në to me shumicë dhe bëjnë shumicën. Pra kjo është ndarja e Ligës Arabe, sepse dhe Liga Arabe bën edhe vendet e tjera siç është Omani, siç është Libani, siç është gjithë janë shiite, shumica më dhe kanë popullsi më tepër se sunite. E qartë. Këtu ishin shumica. Këtu ishin vetëm Katari, Arabia Saudite, Jordania, Turqia, Egjipti edhe Siria. Po. Pra, vetëm vendet sunite që janë në kufë dhe janë këto vende të cilat janë të angazhuara, kanë qenë të angazhuara me çështjen e Palestinës gjatë gjithë kohës. Mbledhja e këtyre nuk u bë për të arritur, po u bë për të marrë pëlqimin e këtyre vendeve për të krijuar, pra ideja e Trumpit edhe e cila është e mbështetur edhe nga Izraeli, është për të krijuar një komision tranzitor të qeverisjes në Gaza pas asaj, pas luftës në Gaza. Më përpara është hedhur kjo ide nga vendet arabe, pra që të kishte një komision tranzitor, një qeveri tranzitore për një farë kohë të caktuar. Vendet arabe në fillim propozuan 2 vjet dhe kjo të udhëhiqej nga vendet arabe. Në fillim ju kërkua Egjiptit që kjo të bëj, po Egjipti kundërshtoi, pra që ta udhëhiqte këtë koalicion. Dhe tashmë u është ofruar e njëjta gjë, njësoj siç është ofruar në Kosovë. Pra është marrë modeli i Kosovës pas luftës. Është marrë modeli i Kosovës. Është marrë modeli i Kosovës pas luftës që Kombet e Bashkuara, pra United Nations bën edhe kjo tashmë. Do të ketë një komision të tillë, të drejtuar, pra është propozuar Tony Blair për moment që të jetë drejtuesi i këtij komisioni. Do ta kem një foto aty regjia me Tony Blair, se është shumë fantastike ajo. Është propozuar Tony Blair si drejtuesi i këtij komisioni, është parashikuar që ky komision i cili do të drejtojë Gazën, do ta drejtojë për 5 vite, ndërkohë që askush nuk dyshon që kjo nuk mund të shkojë më shumë se 2 vite. Dhe në këtë komision dhe kjo do të krijojë një qeverisje me vendet OKB-s, antarët OKB-s dhe me forca ushtarake nga vendet arabe. Ky është plani. Pra ky është plani që është propozuar. Normalisht që këtë plan deri diku e ka përkrahur edhe Izraeli, sepse them se është ndarja në këtë mes, dhe lidhemi sërish me atë që them ndarja, sepse në rast se do të kishim të gjithë Ligën Arabe, atëherë i bie që edhe Jemeni që janë Houthi, pra shit, edhe Omani që janë shit, edhe pjesa tjetër të kishin përfaqësi në këtë takim. Në këtë, po në rast se do jo vetëm në takim, po edhe në këtë komision edhe në trupat që do të vinë dhe në qeverisin që do të vinë. Po në rast se këto shiite do të vinë, pra imagjinoni Houthët të dërgojnë përfaqësues të tyre në këtë qeverisje në Gaza, cilët aktualisht janë pra do ta pranonte Izraeli në asnjë moment, si Irani të dërgonte. Të dërgonte, po. Pra këtu është dhe ndaj është janë marrë vetëm vendet sunite. Vetëm boshti sunit. Vetëm boshti sunit është marrë për këtë gjë. Dhe vetëm me boshtin sunit aktualisht ka marrëveshje Izraeli. Nuk ka marrëveshje me boshtin shiit. Pra me boshtin shiit është në luftë të hapur. E qartë. Me boshtin sunit është në marrëveshje në ato që quhen Abraham Accords.
të cilat për moment janë ndalur për shkak të luftës në Gaza. Një pyetje, po si do realizohet kjo, ndërkohë që kjo nënkupton, domethënë që Hamasi të dorëzoj armët dhe të mos jetë, le të themi, pjesë e qeverisjes. Kjo është parashikuar, pra kjo është propozuar të bëhet në përfundim të luftës, pra do me thënë që pretendohet që Izraeli ta mundi Hamasin, ta demilitarizoj, ta vrasë dhe shkataroj Hamasin, dhe pretendohet që Hamasi nuk do ekzistojë më pas kësaj, dhe nuk do jetë autoriteti palestinese që të mbajë parasysh se nuk pranon Izraeli që autoriteti palestinese të marrë nën kontroll rripin e Gazës, por një autoritet i tillë i jashtëm i cili mund ta menaxhojë atë sipas dëshirës dhe interesit të Izraelit sërish. Dhe do të kemi gjë pavarësisht kësaj, do të kemi gjë parasysh. Kjo nuk përcakton që kjo qeverisje nuk do të thotë që ti ke sovranitet mbi Gazën. Pra nuk do të ketë sërish kufit e Gazës, do të mbeten nën kontrollin e Izraelit. Pra sërish do të jetë Izraeli ai që përcakton se sa kamion me armë me ushqime do të hyjnë. Sërish energjia mbetet te Izraelit, pra ai përcakton se sa orë në ditë do kesh energji ose jo. E qartë. Pra ky komision që do ndërtohet, thjesht do ndërtohet për menaxhimin e një ndihme humanitare që mund vi nga Kombet e Bashkuara dhe nga vendet e tjera, dhe do menaxhojë rindërtimin, të cilin Trumpi ka kërkuar që ky rindërtim të paguhet nga këto vendet arabe. Ndërkohë që kemi Malajzinë, e cila thotë kategorisht që është e gatshme të çojë trupa në Gaza. Po Malajzia nuk hyn te vendet arabe. Po atë gjë 20.000 trupa. Po pikërisht. Po të gjitha vendet arabe bashkë nuk i bëjnë sa e bën Malajzia trupa. E qartë. Dhe prandaj janë mbajtur vetëm vendet sunite, se po futet edhe Malajzia, atëherë futen edhe vendet tjera. Dhe kjo totalisht del jashtë kontrollit të Izraelit. Po pse Tony Blair dritan se po e shikoj? Tony Blair, pse është zgjedhur Tony Blair? Tony Blair është zgjedhur në mënyrë pragmatike. Unë besoj që nuk do të pranohet Tony Blair, do të kundërshtohet nga palestinezët, edhe nga egyptianët. Është vendosur që kjo qeveri, pra ky komision një herë të ndërtohet, tashmë dhe ky komision do të vendoset në një qytet në Egjipt në afërsi të Gadishullit Sinai. Po. Të fillojë atje grumbullimin, mbledhjen dhe përgatitjen, dhe pastaj në momentin që lufta në Gaza do të pushtojë, ky komision do të zhvendoset në Gaza. Është zgjedhur Tony Blair për arsye se Tony Blair nga viti 2007 deri në vitin 2015 ka qenë i dërguari special për lindjen e mesme për Gazën. Pra mendohet që ky e njeh çështjet, i njeh gjërat atje, pra ka një uri të gjerë sepse për 7 vite, dhe për këtë arsye është zgjedhur Tony Blairi. Është edhe britanik, pa pikërisht, po ky është problemi që mund të kundërshtohet nesër nga palestinezët, të cilët kanë filluar tashmë të reagojnë për arsye se do ju rikujtojë sërish atyre atë mandatin britanik që i mbandet pushtuar, pra kanë qenë nën pushtimin britanik, nën koloni e Britanisë. Dhe kjo mund të sjellë edhe një kundërshtim nga ana e tyre. Deri më tashti është propozuar emri Tony Blairit, por nuk ka një reagim nga Tony Blairi që të themi që e ka pranuar apo jo, mund edhe ai vetë të mos e pranojë pra. Ndërkohë, por propozimi do të jemi të qartë, pra tash që mos të kemi spekulime, propozimi ka ardhur për shkak të njohurisë së tij, pra është pretenduar se ai ka njohuri të gjerë për çështjen, në fjalë dhe për lindjen e mesme, sepse nga 2007 deri në 2015 është marrë me këtë çështje. Sa janë shanset dritan reale në terren që të shkohet në këtë pikë? Unë mendoj që shanset në këtë pikë mund të shkohet, pra sepse këta duan ta bëjnë fakt të kryer, pra ajo quhet fait accompli. Dhe ç'a bëjnë? Kanë vendosur ta themelojnë komisionin në Egjipt një herë. Pra ta e ngrejnë si komision në Egjipt. Po. Dhe e ngrejnë, dhe themi ne kemi të komision nesër, pastaj pse po e ngrejnë këtë komision? E ngrejnë të komision që nesër sido që të shkojë çështja e Gazës. Në rast se Izraeli nuk arrin ta mundi Hamasin dhe ti nesër i detyruar të negociosh me Hamasin, atëherë ç'a bëhet? Nuk negocion më Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Katarit, por negocion ky komision me Hamasin. E qartë. Pra kemi këtë komision i cili nesër futet ndërmjetës. Dhe negocion direkt për Hamasin, me Hamasin për vendosjen. Dhe pse po bëhet kjo? Po bëhet në mënyrë që nesër në rast se Hamasi pra do të shkojë nesër në negocime me këtë komision dhe Hamasi të kundërshtojë vendosjen e këtij komisioni se çdo gjë tjetër që komisioni propozon. Atëherë ky komision i ardhur dhe ky komision do të miratohet edhe nga Kombet e Bashkuara, atëherë të thuhet nesër që Hamasi e shef nuk kontrollon dhe të gjithë Kombet e Bashkuara atëherë të dalin kundër Hamasit. Dhe sërish të risjellim atë gjë që faji ishte i Hamasit dhe jo i Izraelit, ndaj e bëm luftën. Pra e gjitha po bëhet me qëllim që nesër të justifikohet genocidi dhe të mbulohet genocidi këtyre 2 viteve ose 3 viteve sa do shkojë lufta i Izraelit ndaj popullit palestinez. Dhe fajti lihet Hamasit. Unë besoj që Hamasi është më i zgjuar se kaq, dhe besoj që do ta pranojë, pasi Hamasi ka pranuar përpara disa kohësh, para një 3 muajsh, kemi një deklaratë Hamasit, i cili thotë që po ne jemi dakord për çdo lloj qeverisje të jashtme të Gazës, edhe ata kanë kundërshtuar që kjo qeverisje të bëhet nga autoriteti palestinez. Pra në këtë pikë janë të bien bashkë me Izraelin. Izraeli nuk pranon që të jetë autoriteti palestinez që ta qeverisi Gazën, edhe Hamasi
ka thënë që jo autoriteti palestinez, dhe Hamasi ka mendim kush që ne nuk i dorëzojmë armët, pra merreni qeverisjen, po ne armët nuk i dorëzojmë. Dhe kjo mund të vazhdojë. Pra Hamasi mund të mbajë armët, të ekzistojë si organizatë, mos jetë pjesë e qeverisjes, dhe qeverisja të jetë e tillë. Po ne do vazhdojmë mbështesim. Pra unë mendoj që në këtë aspekt do shkoj. Në këto, okay. Dritan, ndërkohë një deklarat vjen sërish në kohën që në OGB ndodhin këto zhvillime. Donald Trump, ndryshe nga ambasadori Huckabee që tha ne SBA-ja do ta mbështes, le të themi, aneksimin e asaj që quhet West Bank. Donald Trump doli dhe deklaroi hapur që nuk do ta lejojë që Izraeli ta aneksojë West Bankun. Pra, pse ky reagim? Sepse duhet të risjellin vëmendje që vendet europiane eskaluan, le të themi, qëndrimin e tyre në momentin kur parlamenti izraelit, le të themi, votoi për rezolutën e aneksimit të asaj që quhet West Bank. Ndërkohë kemi këtë reagim të Donald Trump. Si e vlerëson? Çfarë po ndodh? Pse po tërhiqen Shtetet Bashkuara? Ka një tërhiqje të Shtetit Bashkuara. Deklarata e Donald Trump është një deklaratë e përgjithshme, pra ne nuk do ta lejojmë. Kjo nuk do thotë që ata nuk do të aneksojnë një pjesë të mirë të West Bankut, të bregut perëndimor, të cilët edhe kanë filluar të aneksojnë. Pra, në rast se do të kishim një deklaratë decisive të Shtetit Bashkuar, do thoshte që ne do ta ndalim. Pra, ajo që është ne do ta ndalim një herë aneksimin. Aneksimi u bëhet ditë më ditë. Edhe dje kur kjo deklaratë ka dalë, izraelitët kanë sulmuar një fshat në bregun perëndimor dhe kanë përzënë gjysmën e fshatit. Pra po vazhdon për çdo ditë aneksimi. Kjo nuk do thotë që këta, dhe nesër çfarë do thotë Donald Trumpi, kur këta të marrin gjysmën e kësaj, pra të marrin shumicën atë që këta kanë pretenduar të marrin, sepse pavarësisht asaj deklaratës në parlamentin që ata kanë miratuar, rezolutës në parlamentin izraelit që juve sapo thatë. Ajo rezolutë parasheh që do ndërtohet në bregun, nuk shef aneksimin e gjithë bregut perëndimor. Ajo ka përcaktuar zonat të cilat do të aneksohen dhe ndërtimin e 37 enklavave. Pra nuk aneksohet gjithë bregu perëndimor. E qartë. Edhe tek rezoluta. Po edhe tek rezoluta. Dhe këtë do ta lëj, sepse problemi i rezolutave është se kur mediat e marrin rezolutën, marrin vetëm kokën e rezolutës. Pra nuk hyn në detaje. Djalli qëndron në detaje. Pra është një shprehje thotë djalli qëndron në detaje. Dhe tek këto detaje qëndron djalli dhe Izraeli. Pra ata pavarësisht se kanë thënë aneksimin e bregut perëndimor, po kanë përcaktuar territoret që do i kanë përcaktuar me emra territoret që do të aneksojnë. Dhe do ndërtojnë në to 37 enklava, pra nuk është aneksimi i gjithë bregut perëndimor. Dhe kur të arrin këtë aneksim, atëherë Donald Trump thotë ja ne e ndalëm, pra nuk e lejuam ta aneksoj. Pra është tjetër, nuk do e lejojmë ta aneksoj, domethënë nuk do e marrësh të gjithën, po do marrësh një pjesë. Është tjetër thuash ne do ndalojmë komplet aneksimin e që ta aneksoj, të mos marrë asnjë pjesë nga territori i bregut perëndimor. Pra deklarata e Trumpit është deklaratë përgjithësuese, është mënyra se si flasin sot të gjithë taullëheqësit botëror, dhe është deklarata mashtruese në nivelin e mashtrimit. Dhe siç e dëgjove ti, e kanë dëgjuar edhe shumë tjerë thonë, ja shef Donald, po kjo nuk do të thotë, pra kjo do ta lejoj, kjo do marrë gjysmën, dhe nëse thotë, unë e ndala se do merrte të gjithën. Ndërkohë që nuk po e ndal. Pra po jep atë që ata do marrin. Nuk konsiderohet një kthes, le të themi, një tërheqje e SBA-s për presionin që po i vjen. Është deklaratë mashtruese, nuk është kthes e SBA-s, por është vazhdimsi e qëndrimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pati në një reagim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kur Izraeli miratoi këtë rezolutën për aneksimin e këtyre territoreve? Jo. Pati vetëm ambasadori që tha që ne mbështesim, do ta mbështesim Izraelin. Izraelin. Ata do të vazhdojnë të mbështesin këto enklava derisa kur të arrin këto, kur të arrin atë territor që ata kanë përcaktuar në këtë rezolutë të miratuar për tyre të parlamentit izraelit, në atë moment edhe Donald Trump thotë unë e ndala. Do dalë thotë unë e ndala, ndërkohë që nuk ka ndalur asgjë. Pra ky është mashtrimi me fjalori i këtyre politikanëve që bëjnë sot, flasin deklarata përgjithësuese dhe askush nuk hyn edhe të shofi detajet. E qartë. Ndërkohë, Dritan, kalojmë pak edhe tek takimi që Donald Trump pati me presidentin Erdogan. Do doja shumë një mendim për sa i përket, duhet kemi edhe fotot takimit se janë shumë interesante, mund t'i kalojmë. Po ta shikojmë, domethënë, presidenti Erdogan është ndryshe nga të gjithë presidentët e tjerë për sa i përket mënyrës se si qëndron. Këtu kemi, është ajo foto tjetër ku Trump, le të themi, i merr karriken Erdoganit. Regjia duhet ta kemi edhe atë foton aty. Domthonë para këtij momenti është Trumpi që i ka tërhequr karriken që tulesh Erdogani, gjatë gjithë kohës qëndrimet e veta Donald Trump është shumë
i dashur me presidentin Erdogan, ndërkohë do doja dija përveç këtij qëndrimi, sepse deklaroi se ky është njeriu që ka çliruar le të themi edhe Sirin, por do doja dija si e vlerësove këtë fillimisht si takim, pastaj dalim tek marrëveshja. Është era e parë pas 6 viteve që Erdoani shkon në Shtëpinë e Bardhë, pra ka 6 vite që nuk shkon në Shtëpinë e Bardhë. Që në 2019. Dhe nuk shkon më. Ish ambasadori amerikan në Siri në vitet 2004-2005, më pas ai ka bërë një libër dhe James Jeffrey. Ja ku është, drita më fal, dalim te James Jeffrey. Ja ku është të njëjtën lëvizje ka bërë dhe me Netanyahun për ta sjellë kujdes. Ka bërë një shkrim në vitin 2021-2022, diçka e tillë. Edhe ai shkruan atë shkrim, një shkrim të gjatë, përcakton thotë kur flitej gjithnjë për Sirinë në Shtëpinë e Bardhë, kur që Donald Trump ishte president. Më falni, thotë kur e nisme në kohën kur ishte Obama president, thotë Obama nuk dinte se ç'të bënte me Sirinë. Dhe ja kaloi gjithë atë CENTCOM-it, pra komandës qendrore e cila ndodhet në Katar, dhe na e kaloi edhe neve si ambasadë. Pra neve merreshim me çështjen e Sirisë, dhe ai pranonte çfarë i thoshim. Kurse me Donald Trump, thoshte, gjithë energjinë duhet edhe CENTCOM-i, edhe unë thoshte si person që mbuloja Sirinë atë kohë, duhet t'i mbushni mendjen Donald Trumpit se pse duhet të qëndroni në Siri, sepse Donald Trumpi në çdo gjë që na thrisë na thoshte, më ka thënë Erdoani që duke qenë se edhe ne jemi antar të NATO-s nuk ka nevojë pse trupat tuaja të jenë në Siri, na e lini neve Sirinë dorë. Se është njësoj si t'jeni juve. Këtu jemi në 2016-2020, interesant. Dhe gjatë gjithë kohës, thot ai në këtë shkrimin e tij, Donald Trumpi mbështeste mbi ato që Erdoani i thoshte, pra, dhe neve do të kalonim 70% të kohës, thoshte, të energjisë e harxhonin për t'i mbushur mendjen Donald Trumpit përse neve duhet të ishim në Siri, dhe t'i mbushnin mendjen pse nuk qëndronin ato që thoshte Erdoani. Pra gjatë gjithë kohës ai kishte vetëm ato që thoshte, na thoshte dhe na e thoshte haptazi. Erdoani më ka thënë kështu, Erdoani më ka thënë kështu. Pra marrëdhënia e tij me Erdoanin është në këtë nivel. Erdoani ka si duket një fuqi suggestionuese ndaj tij dhe bindse ndaj tij në këtë aspekt. Dhe është i dyti lider pas Netanyahut që Trump Dakor, po them, prandaj ju solla në dieni edhe këtë shkrim të atij që thotë imagjin, pra kjo ishte ai na pra Donald Trumpi u thoshte CENTCOM-it dhe ambasadorët është që Erdoani më thotë kështu, pse mos ta bëjmë si thotë Erdoani. Erdoani më thotë kështu, pse mos ta bëjmë si Erdoani. Kemi qenë në komunikim edhe në kohën kur unë tha, domethënë mu vodhën zgjedhjet. Kemi qenë gjatë gjithë kohës në komunikim. Po, edhe Erdoani e ka thënë dikur më parë që ka vazhdon të mbaj kontakte me Donald Trumpin. Edhe gjatë kohës që ka qenë pra s'ka qenë president, edhe në atë 4 vjeçar që s'ka qenë president. Për këtu, pra në marrëdhëniet e tyre të ngrohta, që po e shihni këtu nuk ka ndonjë ndryshim ato që kanë qenë, pra nuk është diçka e re ose diçka e veçantë. Ndikimi i Erdoganit ka qenë gjithnjë te Trumpi në këtë aspekt, siç e doja shpjegova. Është personale drita? Është personale me Donald, midis Erdoganit dhe Donald Trumpit, po tashmë është në të tjera dhe aktualisht vazhdojmë të jemi po në të njëjtën kërkesë. Pra siç i thoshte atëherë që Siria tjetë nën kontrollin ton, e njëjta gjë është edhe tashti. Duke vënë parasysh këto që marrëveshjet pak a shumë ato nuk mund të them marrëveshje, po deri diku diçka që u morrvesh parimisht për të bërë. Pra Erdoani po kërkon totalisht që forcat kurde, pra FSD-ja që është atje, ti bashkangjitet ushtrisë kurde, pra dhe ushtrisë irakene, dhe të jetë totalisht nën kontrollin e Ahmed Sharës. Forcat kurde që janë në kontrollin e amerikanëve, po. Dhe amerikanët, pra Donald Trump i ka premtuar që okay, deri në fund këtij viti do ta bëjmë të mundur. Pra kjo do të thotë që gjithë ky territori që kontrollohet nga kurdët të kalojë nesër në kontrollin e turqëve, sepse ushtria siriane e sotme është e gjitha në kontrollin e Turqisë. Po. Dhe kjo do ishte fitore historike. Pra vimte ajo që sa për përmenda që thoshte gjini që na e lini neve Sirinë se merremi neve, jo s'keni pse jeni, vëndi aty prezent. Pra Erdoani ka vazhduar të mbajë një qendrim dhe ka pasur të njëjtin efekt të Trumpi, efekt cilin Trumpi tashmë thotë që deri fund muajit, deri fund të vitit do mundohemi ta bëjmë të mundur këtë. Po. Pra ti detyroi kurdët që të pranojnë udhëheqësinë e re siriane, të futen në ushtrinë e tyre dhe gjithçka të kalojnë në kontrollin e turqëve. Dhe kjo heq turqëve një problem të madh. Po kemi një problem tjetër. Në momentin që i heq të turqëve një problem të madh, mbyll edhe atë interesin e Izraelit për të bërë një korridor i cili shkon nëpërmjet Al Suedës dhe nga Al Sueda në cilët kanë hyrë të dalin në territorin koridori Davidit dhe të përfundojnë në Irak.
Dhe pse duan të përfundojnë në Irak? Duan të përfundojnë në Irak sepse duan të marrin nën kontroll në Irak një gazsjellës dhe naftsjellës i cili është ndërtuar dhe është në përfundim nga Iraku verior në drejtim të Turqisë, ka mbaruar, po është pothuajse në mbarim, vitin që vjen duhet hyjë në funksionim ky gazsjellës deri në një port në një port të Turqisë. Dhe në rast se izraelitët bëjnë këtë korridor, atëherë këta e ndërpresin këtë korridorin e këtij gazsjellësi. E qartë. Dhe ky gazsjellës është ndërtuar me miratimin e amerikanëve. Dhe do hyjë në funksionim me miratimin e amerikanëve, sepse në këtë gazsjellë përfitojnë kompanitë, sepse një nga ndërtuesit e kësaj gazsjellë është edhe një kompani amerikane. Po, e qartë. Pra izraelitët duan ta ndërpresin këtë, sepse këtë do japi fuqi ekonomike tjetër Turqisë, rëndësi tjetër ekonomike rajonale. Po me këtë lëvizje po thua bllokohet korridori i Davidit. Bllokohet korridori i Davidit. Pra me largimin e FSD e SFD-s, pra e forcave kurde, me neutralizimin e tyre nuk ka më korridor i Davidit, sepse ky territor merr në kontrollin e ushtrisë siriane. Totalisht, e qeverisë aktuale siriane. E qartë. Pra bëhet që për çështje rajonale, pra për fuqi rajonale. Kush menaxhon për këtë dhe deklarata e Trumpit që Turqia çliroi Sirinë. Po, Turqia është një nga faktorët kryesorë që sollin ata. Është një nga faktorët kryesorë dhe është faktori kryesor edhe në mbështetjen që i dha organizatave terroriste në Siri, po në fund fare është dhe faktori kryesor në negocimin që Rusia të mos përdorte fuqinë e saj ushtarake në momentet e fundit dhe të ndalonte rënien e Bashar al-Assadit. Po. Sepse është Turqia ajo që negocoi, pra kemi deklaratë Ahmed Asharis thotë ne negociuam direkt me Turqinë, por nuk ka negociuar direkt. Negocimi është bërë nëpërmjet Turqisë, që forcat ushtarake ruse të mos bombardonin konvojet e Ahmed Sharas, të cilët po lëvizin dhe sepse ushtria siriane po dorëzoi. Dhe normalisht rusët kur panë që sirianët po dorëzoheshin, nuk kishin pse luftonin për sirianët, kur sirianët nuk luftojnë vetë për veten e tyre. Dritan, dalim edhe tek marrëveshja më pas për ta diskutuar, po kjo pjesa që Erdogan i ka kërkuar gjithmonë Trump, nuk ka nevojë të jemi ne këtu. A e vendos kjo Turqinë në pozitat e le të themi e mbikëqyrësit edhe të interesave amerikane në atë rajon? Jo, interesi amerikan në rajon ka qenë gjithnjë çështja e gazit. Dhe gazit dhe naftës që ndodhet në territoret e kontrolluara nga kurdët. Por aktualisht janë. Aktualisht janë. Me marrjen e kësaj territori nën kontrollin e qeverisë siriane, këto i kalojnë qeverisë siriane. Dhe qeveria siriane tashmë ka bërë një marrëveshje me Katarin, Jordanin, Egjiptin për kalimin e një gazsjellësi nëpër këto territore. Po. Ndërtimin e një gazsjellësi dhe ky gazsjellës të bashkohet me gazsjellësin që po ndërtohet nga territori që vjen nga Iraku, që po mbaron nga Iraku në drejtim Turqisë. Dhe sërish të dalit të lidhet me këtë. Dhe ndërtimi i këtij gazsjellësi nëpër këto territore do të sillte që ky gaz që është dhe kjo naftë të menaxhohej nga qeveria siriane e cila ka nevojë ta menaxhojë këtë për të marrë të ardhurat, sepse të ardhurat e tjera nuk ka kush t'i japi, pra mund të ardh, dhe sërish të kalojnë në menaxhimin e këtyre firmave amerikane. Pra, amerikanët nesër do vazhdojnë të marrin këto të mira materiale, po pa harxhuar nga vetja. Sot amerikanët po harxhojnë sepse kanë trupa, duhet mbajnë trupa, janë shpenzime ushtarake. Nesër këto shpenzime ushtarake nuk i kanë më dhe kalojnë këto territor. Pra, është thjesht çështje interesi ekonomik, cilën ti ja lë dikujt tjetër në menaxhim dhe ti merr pjesën që takon edhe pikë mbaroj. Pra, është thjesht një logjikë ekonomike që Trumpi po ndjek në këtë aspekt për profitime. Ndërkohë kjo shpjegon edhe pse Ahmed Shara takoi Rubion, edhe pse është gjatë gjithë kohës në një linjë. Absolutisht, sepse edhe ky gazsjellës që do ndërtohet nga Katari, janë firma amerikane dhe arabe të cilat do ta ndërtojnë këtë gazsjellës. Prandaj izraelitët po e kundërshtojnë në maksimum këtë gjë dhe izraelitët po duan që forcat kurde që janë këtu të mos dorëzohen, sepse në rast se do mbahen, atëherë në rast se këto qëndrojnë, atëherë ky gazsjellës nuk ndërtohet. Dhe Siria nuk fuqizohet ekonomikisht, sepse në rast se Siria merr në dorë këto burime nafte dhe gazi që janë në këtë territor që kontrollohen nga kurdët, domethënë që kemi një fuqizim të qeverisë siriane dhe izraelitët e kanë një gjë të qartë, që sot ata mund bëjnë marrëveshje me Ahmed Sharën, po Ahmed Shara në këto vende si Siria është përcaktuar gjithnjë është parë që këto mund të jenë kalimtare. Pra qeveria Ahmed Shara është kalimtar, ai mund të mbajë një pushtet 5 vjet, 10 vjet, por pas 10 vjetësh do dalë një grup tjetër, një tjetër do t'i bëjë një puç ushtarak siç ka ndodhur shpesh në vendet arabe, do ta arrzojë dhe një pushtet sirian i fuqizuar nga ana ekonomike dhe nga ana ushtarake nëpërmjet Turqisë, këto tjera nesër është kërcënim direkt për Izraelin. Prandaj Izraelit intereson që të mbajë larg kësaj fuqie ekonomike, pra që të mos fuqizohet ekonomikisht, se po fuqizohet ekonomikisht, të fuqizohesh edhe politikisht edhe ushtarakisht dhe kthehesh në kërcënim. Ndërkohë ka pas një marrëveshje, Dritan, bien sy për marrëveshja për të blerë avion
F-35, apo le themi ajo që të bën përshtypje për ta hequr Turqinë nga sanksionet që ju vendosën për shkak se mori S-400-t ruse. Sanksione i them, po them kushte. Si e vlerëson këtë, sepse gjitha mediat izraelite thonë, apo komentatorë, ekspert thonë që F-35 do të avionët, nëse Turqia do merrte avion F-35, kjo do të zhbënte e përsin luftarake të Izraelit me Turqinë. Është thjesht një tentativë e tyre, unë mendoj që është analizë e gabuar, nuk është bën e përsin luftarake të Izraelit me Turqinë. F-35 pra Turqia ka qenë në këtë programin e F-35-ave në fillim dhe në programin e F-35-ave që ka qenë prej fillimit, Turqia ka qenë një nga vendet cili do prodhonte pjesë të avionëve F-35. Ka qenë edhe pjesë prodhues. Por në momentin që Turqia mori S-400, doli nga ky program. Dhe edhe parat që kishte paguar ju kthyen mbrapsht. Dhe tashmë Turqia kërkon të rihyrë sërish në këtë program por ka hyrë pjesërisht. Pra Trumpi ka pranuar që t'i shesi F-35, por nuk i ka dhënë licencën për prodhimin e pjesëve. Në rast se Turqia do merrte prodhimin për licencën për prodhimin e pjesëve, atëherë po mund ta bënte fuqi, sepse ajo mund të ndikonte edhe te Greqia edhe te Izraeli, sepse pjesët kryesore për F-35 do të prodhoheshin në Turqi. Pra Turqia do të kishte në dorë pjesët e këtyre avionëve. Dakor, por vetëm marrja e këtyre avionëve nuk e bën të ndryshojë balancën, për arsye se aktualisht hyrja ka një listë gjatë pritje për marrjen e këtyre avionëve. Dhe në momentin që Turqisi bie të marrë këtë avion, i bie diku nga viti 2040. Deri në vitin 2040 ka ndryshuar edhe balancat politike dhe balancat ekonomike, edhe teknologjia ushtarake, dhe avionët F-35 nuk do të kenë ndonjë aftësi të madhe dhe diçka të madhe për ndryshuar balancat. Sot ajo çfarë e ndryshon balancën, pra, dhe çfarë me të vërtetë ndryshon balancën, pavarësisht Izraelit të ecin atë që sa herë që ata thonë diçka, neve duhet marrim gjithnjë të kundërt të natyre. Po ata e dinë që njerëzit thonë diçka që ti të marrësh gjithnjë atë që të ndjesh frikën se me të vërtetë apo ndjen të kërcënuar. Ata nuk kanë asnjë lloj kërcënimi, pra kur ata thonë që shiko, po mori F-35 na prish balancën, jo. Po mbajti S-400 i prish balancën. Po mbajti S-400 ruse i prish balancën. Po absolutisht, sepse S-400 apo sepse shiko, balancën ajrore nuk ta prish një avion, 10 avion, 20 avion. Ta prish mbrojtja kundërajrore. Pra, në rast se Izraeli sot Izraeli ka F-35, ka F-15, do marrë 50 F-15 të tjerë të modernizuar dhe kjo e rrit. Ti sa do lloj, ti edhe po ti ngresh ta 200 avion dhe ti çosh drejt Turqisë. Turqia edhe po ti ketë F-35 të ngriti, okay. Do të ketë një përballje ajrore me ta. Nuk është do të dëshim. Ajo çfarë ty ata prish balancën, është mbrojtja kundërajrore. S-400 F-35 e detekton. E kap dhe mëron, dhe për këtë arsye turqit nuk e kanë vënë asnjëherë në funksionim S-400. Dhe sot ka një marrëveshje, janë bisedime që 3 javë midis Amerikës, Turqisë dhe Rusisë, që Turqia të marrë F-35-at. Turqia duhet t'ia rishesi S-400 Turqisë. Rusisë. Po, Rusisë. Pra Turqia duhet t'ia rishesi të Rusisë. Rusia ka kërkuar që t'ia riblej S-400, sepse është i papërdorur. Dhe këtë S-400 do ja shesi Indis. Ja ka kërkuar India. Këto që do i marrë Turqisë, Rusia do ja shesi Indis. Do ja shesi Indis. Dhe luftën me Pakistanin që dhe Turqia ka kërkuar që okay, unë e shes S-400, pra edhe Trumpi kanë që hiqeni S-400, do ja jap Rusisë, po me kusht që e para njëra kërkesë është F-35, e cila është bërë publike, kurse kërkesa tjetër e cila nuk është bërë publike është të marrë sistemin Patriot, dhe sistemi Patriot kërkon të marrë diku të rreth 6 deri 8 sisteme, pra diku mbi 12 ose 16 bateri. Dhe për këtë arsye janë alarmuar grekët, por për këtë arsye janë alarmuar edhe izraelitët, sepse marrja e sistemit Patriot dhe vendosja e sistemit Patriot në gjithë pjesën e kufirit të Turqisë, që është përballë detit e Gje, pra që mbulon Greqinë, edhe sulmi nga mund vi nga Izraeli, kjo shkakton probleme Izraelit, sepse nesër Izraeli nuk mund të ndërmarrë asnjë lloj sulmi, asnjë lloj gjëje, asnjë lloj veprimtarie ushtarake në afërsitë të territorit turk, sepse për çfarëdo gjë do të bënte me një sistem amerikan Patriot, dhe çfarëdo lloj goditje për të bërë ndaj këtij sistemi do të dëmtonte edhe personel amerikan, sepse për disa vite ky sistem duhet të menaxhohet nga amerikanët derisa turqit të prodhojnë njerëzit e tyre, pra duhet diku të rreth të paktën një 5 vjeçar ti e ke detyruar të mbash instruktor dhe njerëz ta menaxhojnë atë. Dhe kjo i heq nesër totalisht mundësinë Izraelit për të operuar në afërsi të territorit turk ose për të operuar edhe brenda territorit turk në rast se duan. Pra vendosja e këtyre sistemeve Patriot, sepse këto sisteme Patriot nesër Turqia mund t'i zhvendosi edhe në Siri ku ka forcat e saj, pra bën një marrëveshje me qeverinë e re siriane për të vendosur ta zëm në Idlib forca turke, ose për të marrë një
bazë ushtarake turke siç ka dashur të marrë, Palmirën, dhe atje thot do vendos një sistem patriot për të ruajtur forcat e mia. Dhe këtë sistem patriot nuk e sulmon dot më Izraeli, sepse është një sistem amerikan, pra nuk mund të sulmoj një armatim amerikan. Pra ky është problemi që ngrihet. Pra nuk është F-35, është mbrojtja kundërajrore problemi dhe jo avioni. Se 10-15 avion, 20 avion që do të marrë Turqia nuk ndryshojnë asnjë balancë. Po me Greqinë, drejtan se më bëri përshtypje, Greqia dhe Izraeli janë më të shqetësuar. Janë më të shqetësuar, se edhe Greqia, sepse edhe Greqia nesër ky sistemi patriot ka një problem. Në Greqi sot ka sistem patriot. Po ky sistemi patriot që ka Greqia menaxhohet dhe kontrollohet totalisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse është në bazat amerikane për ruajtjen e bazave amerikane. Pra nuk është sistem që ka. Nuk është i Greqisë. Kurse Turqia do marrë një sistem të sajnë komplet totalisht, pra e menaxhon ajo vetë. Dhe komplet deti e Egje nesër është nën kontrollin totalisht, pra çdo lloj fluturimi, çdo lloj veprimtarie ushtarake nesër e forcave greke në këtë territor është nën menaxhimin, nën monitorimin dhe nën mbulimin totalisht të këtij sistemi kundërajror të menaxhuar nga Turqia. E qartë, pra dritan. Po ndërkohë Turqia po merr dhe Eurofighter, 40 Eurofighter po merr, domethënë po sa vjen edhe fuqizohet. Turqia e ka bërë marrëveshjen për Eurofighter, nuk është se e ka bërë sot, e ka bërë me kohë. Problemi i Eurofighter është se a do të prodhohen këta avion që Turqia t'i marrë, për arsye se ka ndalur prodhimi i këtyre Eurofighterëve sepse ka një mosmarrëveshje midis vendeve që prodhojnë atë pra. Ka një mosmarrëveshje midis Francës, Spanjës, Gjermanisë dhe Italisë. Për çështje të licencës, për çështje të posedimit licencës edhe të disa pajisjeve tjera. Dhe kjo ka ndalur dhe ka rrezik që ky Eurofighteri të mos mund të shkojë drejt prodhimit dhe Turqia të mos mundi marrë dot këta Eurofighter. Pra ashtu siç ka pra nuk e para nuk i merr dot fare për punë 5 viteve si ka llogaritur, sepse nuk prodhohen dot 40 për 5 vite, por mund mos edhe t'i marrë fare sepse ka ndalur për momentin e prodhimit dhe nuk palët nuk po bien dakord pra. Prodhuesit nuk po bien dakord me njëri tjetrin për çështjet pronësisë, dhe derisa ata të merren vesh për çështjet pronësisë, çdo lloj shitje nuk ka asnjë lloj ecje. Po flitet edhe për një marrëveshje bërthamore dritan, unë fakt e gjeta në Twitter të Osint Defender, duhet ta kem foton aty regjia, nuk e kam parë në të jemi sinqert. Po e kam parë në vend tjetër, po flit për një marrëveshje bërthamore të Trump me Erdogan sepse nuk është një marrëveshje bërthamore, ta themi është një bisedim në parim ku Rusia do t'i Amerika do t'i japi disa turbina, pra nuk quhen centrale, po quhen turbina bërthamore. Turbina bërthamore të cilat janë të lëvizshme dhe mund të vendosen në vende të ndryshme, pra disa turbina bërthamore për të prodhuar energji elektrike në mënyrë që Turqia të heqi dorë nga centralet bërthamore që ka bërë marrëveshje për të ndërtuar me Rusinë. Është foto e fundit regjia. Aktualisht Turqia ka një marrëveshje me Turqinë për ndërtimin e 2 centraleve bërthamore, njëri prej tyre është në mbarim e sipër, pra viti që vjen duhet të fillojë nga prodhimi i energjisë elektrike me kapacitete të vogla, kurse tjetra duhet të fillojë ndërtimi i saj në vitin 2027. I centrali tjetër janë centrale shumë të mëdha dhe shumë të fuqishme. Kjo është marrëveshje me Rusinë, me ç'kemi diskutuar bashkë. Ky centrali bërthamor që mbaron vitin që vjen dhe hyn në funksionim vitin që vjen, deri në 2030 do të hyjë në fuqi të plotë. Dhe kur hyn në fuqi të plotë të 2030 pothuajse mbulon 40% të nevojave energjetike të Turqisë. Nuk ka lidhje me dhe Trumpi ka kërkuar që neve ju japim juve këto turbina dhe ju hiqni dorë nga marrëveshja që keni me këtë. Plus ka kërkuar edhe kanë bërë një marrëveshje, janë disa firma amerikane me një firmë turke dhe me bekimin e shtetit turk për ndërtimin e depozitave të gazit të lëngshëm, pra në mënyrë që Turqia të mos mblejë më gaz nga Rusia, por ta marrë gazin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Katari. Por për marrjen e këtij gazi i lëngshëm që vjen nga Amerika dhe nga Katari është në formë tjetër nga gazi që vjen nga Rusia. Dhe kërkon depozita të veçanta, kërkon komplet një ndërtim rrjeti të veçantë, për të cilin tashmë Erdoğani ka bërë një marrëveshje që do të fillojë ta ndërtojë, po derisa të ndërtohet ai rrjet. Derisa të fillojë rrjeti do të paktën 5 deri 10 vite që të përfundojë gjithë ky kapacitet ndërtimi. Dhe për këto vite do vazhdoj të marrë gazin nga Rusia dhe edhe Trumpi deklaroi që gradualisht do fillojë Turqia ndërprerjen e marrjes së gazit, pra gradualisht. Parashikohet që pas 2 viteve të hyjnë në funksionim depozitat e para dhe aq sa ato kanë kapacitet, pra atë kapacitet që zëvendësojnë ata do zbritet nga kapaciteti i gazit që merr nga Rusia. Domethënë jemi në këtë pikë se e vura re që por është një pikë e cila ka një projekcion në 10 vjeçar, pra nuk është që mund të arrihet nesër dhe ndalet dhe
se nuk ka kapacitete të marrë këtë gaz. Pra dhe ajo kapaciteti i gazit që ka nënshkruar ka marrë për 10 vjet 75 milion metër kub gaz, ndërkohë që këtu vetëm për 2 vjet me 75 milion metër kub gaz nga Rusia. Po është gaz tjetër ky, gaz tjetër ai. Prandaj është për 10 vjet, pra në këtë fazën 10 vjeçare. E qartë, Dritan, ndërkohë me që jemi të kjo, akoma të zhvillimet që po ndodhin në OKB, në avionin Netanyahu, regjia duhet ta kemë atë hartën, domthonë nuk ka bërë disa shmangje për sa i përket le të themi kalimit, domthonë ka shmangur Europën për sa i përket lëvizjes që ka bërë. Si e lexon këtë, sepse ja ku është kjo është pak a shumë ajo itinerari që ka ndjekur, ndërkohë që normalisht nuk ka qenë zakonisht ky itinerar, pse kjo zhvendosje le të themi? Po për shkak të vendeve të cilat e njohën Palestinën, autoriteti i aviacionit izraelit me direktivat qarta nga qeveria izraelite nuk ka dashur që të bëjë kërkesë për fluturim me hapësirën ajrore të këtyre vendeve, sepse mund të ishte refuzuar. Dhe refuzimi do të merrte pasaj si një goditje diplomatike për qeverinë izraelite për të shmangur këtë goditje diplomatike para kësaj mbledhje të OKB-s, atëherë ata kanë llogaritur që më mirë të mos marrim leje, pra të shmangim marrë dhe të fluturojmë një itinerar më të gjatë sesa të krijojmë një goditje diplomatike përpara kësaj mbledhje të OKB-s, e cila mund të vinte, për shembull Spanja mund ta kundërshtonte dhënien e lejes dhe kjo do bëhej publike dhe imagjinoni pra se si mund të dilte Netanyahu në një mbledhje të OKB-s, të asamblesë përgjithshme, ndërkohë që një vend evropian nuk i kishte lejuar atij fluturimin mbi hapësirën ajrore. Pra është një goditje diplomatike dhe politike. Për të prandaj ka vendosur ta shmangë këtë, të zgjedhë një alternativë tjetër fluturimi. Me Italinë dhe Greqinë ka ndaluar, me Italinë dhe Greqinë. Meloni çuditërisht pas protestave, sikur është tërhequr nga pozicioni i ngurtë i saj për sa i përket asaj që po ndodh. Nuk ka ndonjë ndryshim. Pra nuk ka ndryshim. Kjo tregon qartësisht, pra do të kemi një parasysh. Në deklarata, pra deklaratat janë, siç e kam thënë, deklaratat duhet i marrin për çështjet të shfryrjes të asaj që ndodh. Fakti që pas atyre deklaratave Netanyahu kalon mbi hapësirën territoriale të Italisë, do të thonë që gjithçka vazhdon normalisht, deklaratat janë thjesht për konsumim politik. Thjesht për të shfryrë. Ndërkohë, Dritan, sa vjen edhe le të themi situata midis Ukrainës edhe Rusisë, sa vjen edhe bëhet më intensive për sa i përket njoftimeve që na vijnë, por gjithsesi ne do mbetemi sërish tek deklaratat në OKB. Donald Trump ka deklaruar pas shumë kohësh që Ukraina, që është informuar nga këshilltarët e tij dhe beson se Rusia po vuan pasoja ekonomike për shkak të luftës dhe Ukraina ka mundësi aktualisht që të rimarrë territoret e pushtuara. Pra, dy janë, le të themi, ngjarjet e mëdha që ndodhen. Ishte njohja e Palestinës dhe kjo deklaratë e Donald Trump që është konsideruar si një kthes spektakolare për sa i përket në nivel deklaratash jemi, se s'kemi vendime aktuale, për sa i përket qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një sinjal që për herë të parë kemi Donald Trump i cili pretendon se Ukraina jo vetëm mund t'i rimarrë, po mund të shkojë edhe më tej. Si e lexon këtë? Unë nuk shoh në ndryshim qëndrimit të Shtetit të Amerikës, pra të Trumpit, përkatësisht vetëm të Trumpit, në ato qëndrimet që ka pasur deri tash. Këtë e shoh si një deklaratë sarkastike të Trumpit, i cili ka shfrytzuar këto deklaratat e këtyre këshilltarëve të tij neokonservator dhe anti-rus të disa gjeneralëve të cilët për mendimin tim nuk e kanë idenë e luftës që po zhvillohet në Ukrainë, midis Rusisë dhe Ukrainës, kanë haberin asaj gjëje. Pavarësisht se kanë qenë general, janë totalisht paaft në këtë aspekt, dhe Trumpi ka shfrytzuar këtë për të thënë që okay, shumë mirë. Po fitoni, sepse deklarata ishte që Ukraina po fiton. Atëherë s'keni më nevojë për mua. Pra atë që ka bërë që ne tashmë Evropa mund t'ia dalë se ju po fitoni. Pra në moment që ti po fiton, s'ke më nevojë për mua. Dhe ka shfrytzuar këtë për të bërë shkëputjen totale nga Ukraina. Pra tashmë është problem vetëm i Evropës, ju ndihmon Evropa, NATO, ne do japim armatim këtyre, këta le të bëjnë çfarë duan me armatimin, por ne nuk marrim më pjesë në këtë. Pra e ka shfrytzuar absolutisht, ka nxjerr veten jashtë duke shfrytzuar këto deklarata idiote të këtyre këshilltarëve që dalin dhe thonë këtyre generalëve që dalin thonë që
mund të fitoj. Ajo që do bëjmë ne, do vazhdojmë të shesim armë NATO-s dhe NATO e di vetë. Po pra, ne di vetë se ç'bën me to. Pra ne jemi jashtë. Pra e ka shfrytzuar këtë gjë për të nxjerrë veten jashtë total. Absolutisht. Këta kanë nuk është një mbështetje për Zelenskij, nuk është mbështetje për Ukrainën as për Zelenskij. Është definitivisht shkëputje nga Ukraina. Sepse në moment që ti thua, unë po fitoj, apo fiton, atëherë ti s'ke nevojë për mua. I kanë shumë rregull. Unë po armatimin po e jap atij, ai të bëj çfarë doj me armatimin. Unë dua lekët, mbaroj këtë punë. Pra ju s'keni më nevojë për mua, se juve po fitoni. Dhe fakti që thotë, dhe pse bën sarkastike, sepse kur thotë që ju vetëm që mund merrni kufit që kishit, po ju mund shkoni edhe në Rusi. A ka njeri që i ka dy parë mend kokë, që nuk e kupton që hyrja në Rusi në këtë mënyrë, pra në këtë forcë do të çonte në një luftë të tretë botërore dhe në përdorimin e armëve bërthamore, sepse Rusia ka në doktrinën e saj që përdorimin e armëve bërthamore ka vetëm në rast se sulmohet territori rus. Pra këtu është e gjitha. Dhe ju mendoni se Trumpi do të shkonte drejt një lufte të tretë bërthamore? Asnjëherë, ai ka munduar në çdo moment të shmanget kësaj. Pra deklaratat e tij janë duke shfrytzuar këto deklaratat këtyre të Ukrainës dhe të generalëve të tij, që po dalin dhe të këshillarëve të tij që dalin dhe flasin pa dogan, ai po bën shkëputjen totalisht nga Ukraina. Pra ju mund të fitoni, jeni duke fituar, vazhdoni, pra s'keni nevojë për mua. Është një Zelenskij dhe Europën. Është një kurs për Zelenskij dhe Europën, kurs të cilin e ndërtuan vetë dhe ran vetë. Pra menduan se do të fusin Trumpin, por Trumpi e shfrytëzoi mjeshtërisht këtë kurs. Në moment që ti thua Trumpit që ne jemi duke fituar dhe ne kemi mundësi të fitojmë, bravo, vazhdoni, s'keni më nevojë për mua. Madje mund shkoni. Po, ju mund shkoni edhe më tutje. Pra kjo është sarkastike në maksimum. Absolutisht që është sarkazëm. Pavarësisht se sarkazma përdoret nga njerëz që kanë thellësi intelektuale, Trumpi nuk është nga ata që ka thellësi intelektuale, por duke qenë se është narcis, narcisët kanë përqindje të sarkazmit në sjelljen e tyre. E qartë. Ndërkohë, dritan sa vinë dhe intensifikohen dhe po lexohet që një përpjekje le të themi e europianëve për ta futur Trumpin në betejë me këto le të themi dronët në Poloni, me dronët në Danimark. Pra, kemi një rritje të retorikës ku edhe Trump në deklaratën e tij tha që NATO duhet dhe mbështes NATO-n nëse do të rrëzojë nesër një avion rus, nëse ai shkel hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s. Pra, sa vjen ndërkohë nga ana e Rusisë kemi përgjigjen që thotë që nëse kjo ndodh, atëherë jemi drejt për drejt në luftë. Pra, çfarë po ndodh tani më? Nuk po ndodh asgjë. Edhe këtu kemi një lojë retorike të bërë. Pra Trumpi e ka përcaktuar qartësisht. Pra, ajo që Trumpi tha duhet jemi ta shohim në dy aspekte. E para tha që po, ju mund t'i rrëzoni. Pra ju mund të rrëzoni, normalisht unë nuk duhet t'i rrëzojnë ata që shkelin hapësirën ajrore. Po, por ama është përcaktuar qartësisht që në rast se ju sulmojnë. Pra deklarata vazhdon me në rast se avionët rus sulmojnë, NATO në ata të rrëzohen. Është përcaktuar qartësisht dhe prandaj kemi deklaratën më mbrapa të Rubios, i cili thotë që çdo rast do shifet tek e për tek dhe specifikisht. Dhe kemi të njëjtën deklaratë edhe të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, thotë që çdo rast do ta shohim më vete. Pra çdo rast do merret i parë më vete. Dakor, po sa vjen edhe intensifikohet kjo dritan, ku është gjithë qëllimi i kësaj, domethënë u bë gati, u bë një javë. Gjithë qëllimi i kësaj ka të bëjë me atë që vendimin e Bashkimit Evropian për të justifikuar një veprim ushtarak, një pirateri në det të hapur. Pirateria në det të hapur do ndodhi për anijet ruse të cilat transportojnë naftë ruse në vende të tjera. Dhe aktualisht gjithë kjo loja që u bë me gjoja dronët që sulmuan në vendet baltike, në Suedi, Norvegji dhe këto, në deklaratat, po të shohësh deklaratat zyrtare të vendeve baltike dhe të Bashkimit Evropian, thonë që në momentin që janë lëshuar dronët në territoret, në ujërat ndërkombëtare afër këtyre vendeve kanë kaluar 2 anije naftëmbajtëse, pra. Dhe dronët janë lëshuar nga këto. Përpara 3 muajsh kemi një deklaratë të Bashkimit Evropian i cili thotë që ka një sankcion të bërë sanksione, paketa 18 sanksioneve në rast se mbani mend, e cila parashef kapjen dhe ndalimin e këtyre anijeve që transportojnë naftë. Por të kapësh një anije që transporton naftë, ta marrësh atë me fuqi ushtarake në det të hapur quhet pirateri. Dhe jep të drejtën e çdo shteti që të sulmojë ty sepse ke sulmuar po. Por në rast se ti e justifikon atë se
kjo anija më ka sulmuar mua, pra ka ngritur këta dronët që më kanë sulmuar mua dhe kanë cënuar mua, atëherë unë e mora këtë për shkak të kësaj. Pra e gjithë po bëhet të ngrihet ideja që këto dronët që nuk ekzistojnë hiç, janë ngritur nga këto anije dhe neve kemi të drejtën legjitime t'i zëm këto anije në det të hapur, në ujëra ndërkombëtare. Dakor, po. Por si gjithë kjo do të sjellë një përplasje për arsye se këto anije. Kjo është pyetja. Këto anije nuk po ecin vetëm. Pra problemi është që këto anije ka pothuajse që kur është vendosur ky aksion, anijet shoqërohen nga anije luftarake ruse. Po. Dhe çdo lloj tentative për të zënë një anije nuk do mund të arrijë qëllimit. Dhe çdo lloj tentative që do ndodhi në ujëra ndërkombëtare dhe çdo lloj përplasje në ujërat ndërkombëtare midis forcave ruse dhe forcave të çdo shteti antar të NATO-s nuk e aktivizon nenin 5 të NATO-s. Pra nuk kemi për të vajtur drejt një përplasje se nuk të aktivizon dot, pra nuk bëhet në ujërat territoriale, bëhet në ujërat ndërkombëtare përplasja. Dhe në ujërat ndërkombëtare nuk ka për të aktivizuar asnjën. Do tentojnë, siç tentoi para 2 muajsh, nëse mbani mend, tentoi Letonia dhe tentoi Estonia të zinte një anije, nëse mbani mend, një anije nafte, ku rusët lëshuan 2 avion, të cilët detyruan helikopterët dhe avionët e Letonisë të rriqeshin mbrapsht, sepse anija ishte në ujëra ndërkombëtare. Dhe në ujëra ndërkombëtare askush nuk mund të përplaset, sepse nuk e aktivizon dot nenin 5. Pra kjo ka përndodhur. Pra jemi thjesht në këtë që europianët duan të justifikojnë veprimet e tyre të ardhshme, por pa përfshirjen e amerikanëve nuk e justifikojnë dot. Dhe deklarata e Rubios ishte më e qartë që ne do ta shohim çdo rast në mënyrë specifike. Pra do thotë që keni kujdes me atë që bëni, sepse ne nuk do të turremi vrap se tha ti uve qeshje dhe ne do vim pas jush. Jo, ne do ta studiojmë. Dakor, Dritan. Ndërkohë Polonia ka njoftuar qytetarët e vet në Bielorusi që të largohen menjëherë. Pra, kjo i shtohet thash këtyre kësaj retorikës, këtyre incidenteve. Kemi një problem të madh. Paka shumë nuk është se do të debatojmë janë apo s'janë, po ideja është që sa vjen edhe po krijohet një lufte NATO-Rusi, ndërkohë kemi edhe Lavrovin që është shprehur që NATO është prej kohësh në luftë me Rusinë. Shikoj, rusët nuk është hera e parë që Lavrovi thotë këtë, e ka thënë Putini përpara Lavrovit. Po, prej fillimit të luftës. Prej fillimit të luftës, pra nuk është diçka. E ka mund ta ketë elaboruar në çik më ndryshe, çik më gjerë. Dakord jam. Po, janë deklarata që kanë ekzistuar prej fillimit, pra nuk është një çudi e madhe kjo e këtyre deklaratave. Ideja e krijimit të një lufte nuk është se do shkojnë në luftë. Nuk kanë kapacitet vendet europiane të bëjnë luftë sot me Rusinë. Pra pse duhet ta sulmojnë atë, nuk kanë kapacitete as të sulmojnë Bielorusinë, as të sulmojnë Rusinë. E gjitha kjo që bëhet me interesin e tyre për shkak të problemeve të tyre politike që kanë dhe për të mbajtur pushtetin e tyre, pra të heqin vëmendje të shtim ja atë idenë e frikës dhe me futjen e idenë e frikës te qytetarët evropian automatikisht mbulojnë çdo gjë dhe mbajnë pushtetin. Dhe kjo vjen në krijimin e saj sepse duan të justifikojnë para të dhëna industrisë ushtarake. Dje kemi një marrëveshje midis Polonisë dhe Ukrainës për bashkëpunimin në luftën kundër dronëve. Po. Dhe Ukraina do t'i japi ndihmë Polonisë në bashkëpunimin në luftën kundër dronëve, sepse Polonia nuk ishte gjendje të rrëzonte dronët. Biles u tall edhe Zelenski në OKB u tall, tha Polonia nga 19 vetëm 4 rrëzoi, tha. Tondi. Ndërkohë që ne rrëzojmë 90%. Këtë që teza që sapo hodhet Dritan që nga dhe tezë Donald Tuskut, faleminderit regjia. Po. Pra kjo nuk është pas kësaj, është një optimizëm, është një premtim që SBA-ja do ta reduktoj përfshirjen e saj në luftë. Absolutisht. Më mirë e vërteta se sa iluzionet. Prandaj po them ajo që ju shpjegova, pra ajo deklaratë e Trumpit është sarkastike dhe është shkëputje totalisht. Isha përgatitur për pjesën që më në fund SBA-t po i rikthehen rolit të tyre ta lexojmë qartësisht, nuk. Jo, kur e thot Donald Tusk që është në kufi me Po unë e lexoj kështu. Pra edhe Donald Tusk e pas e lexuar siç e lexoj edhe unë. Prandaj them që mos nuk jemi në atë. Jo. Pavarësisht se thash kjo shkëputje totale. Kjo përbën sepse vet fakti që ti kur ti thua unë po fitoj dhe ai thot, "Apo fiton?" Në rregull, s'kem nevojë për mua. Shumë e thjeshtë, logjikë e thjeshtë. Ndërkohë, po thua që kjo retorika është një kësaj që ata kanë nxitur. Dhe ndihma që Ukraina po i jep Polonisë për ndërtimin e një rrjeti të përgjithshëm për mbrojtjen e dronëve dhe Polonia ka thënë që në bashkë me këtë neve do ndërtojmë një rrjet për mbrojtjen e dronëve me vendet balltike që kalon nëpërmjet Bielorusisë, pra në kufir me Bielorusinë dhe vjen edhe në kufirin polak
dhe do përfundojnë kufirin e Rumanisë. Vim te ai propozimi që ka bërë Ursula von der Leyen para një muaji që ndërtojmë një rrjet thot anti-dron në kufi me Rusinë dhe me këto. Ajo linja e dronëve që kemi diskutuar në emision. Jo, këta po duan një rrjet antidron. Pra një mur antidron thot ajo. Ky mur antidron do muri antidron. Dhe ky mur antidron është ndërtimi sërish i atij murit të hekurt. Pra po ndahet kufiri, muri i hekurt dhe në rast se perdja e hekurt. Dhe kjo perdje e hekurt provihet tashmë. Vetëm ka zhvendosur pra më përpara ishte në Kaliningrad, sepse Estonia, Letonia ishin pjesë edhe Polonia këto dhe tashmë kjo perdje e hekurt është vendosur dhe vendosja e kësaj perdes hekurt që edhe Polonia dje me Ukrainën kanë diskutuar dhe ministri i mbrojtjes polak dhe kryeministri polak kanë deklaruar që do fshtrihet nga kufiri i Finlandës me Rusinë deri në kufirin e Rumanisë me Ukrainën, do të thotë që perdja e hekurt po vendoset u dhe vendosja e kësaj perdes e hekurt. Pra kësaj mbrojtje të dronit, do thotë që nuk do të kemi lëvizje, pra kjo tregon që nuk ka për të pasur as ardhje të rusëve matan kësaj, as kalim të këtyre matanave. Do kemi më luftë. Pra, do vazhdoj ajo që është në Ukrainë derisa të mbaroj, por nuk do të kemi atë luftën që këta që po do na sulmoj Rusia, po bëhuni gati do na sulmoj Rusia. Sepse faktet që ata, marrëveshjet që ata po bëjnë dhe atë mënyra si ata po flasin tregon që nuk ka për të pasur këtë. Është deterrencë po thua. Absolutisht. E qartë. Drejtar, nuk e di, a kemi lënë gjë pa diskutuar më. Të falenderoj shumë që të kisha. Kënaqësi. Në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe të fundit kam të ftuar Endrit Afanin, politolog, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Endri, kënaqësi që të kam. Klet Këllixhin, pedagog në Universitetin e Tiranës. Klet, kënaqësi që të kam. Endri, do ta nisim me çfarë po ndodh në Organizatën e Kombeve të Bashkuara me ngjarjet kryesore, ku le të themi lajmi kryesor është njohja nga Britania, Franca, Kanadaja apo Australia dhe disa vende të tjera për Palestinën, plus ky takim që kemi pas meje në foto i Donald Trump me vendet muslimane dhe të po themi të Ligës Arabe. Si lexon këto zhvillime për sa i përket një mundësie, sepse Donald Trump thotë që ka një mundësi për një armëpushtim të shpejtë. Avancimi i çështjes së Palestinës për të qenë anëtare e OKB-s kuptohet që ka një kundërshtar kryesor, të paktën në anën procedurale, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse që një shtet bëhet anëtar me drejtat plota të OKB-s, duhet të bëjë aplikimin e vet, në cilin pranon parimet e kartës dhe themeluese të OKB-s, dhe këtë aplikim jetë çon në Këshillin e Sigurimit. Dhe nëse në Këshillin e Sigurimit ka një veto nga ana e njërit prej anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, që janë 5 vende, atëherë çështja nuk avancon dot më tutje. Dhe duhet të marrë miratim në Këshillin e Sigurimit dhe pasi miratimin e Këshillit të Sigurimit të shkojë në Asamblenë e Përgjithshme, në cilën duhen 2/3 e votave të vendeve anëtare të OKB-s, janë rreth 193 vende anëtare, pra duhen rreth 130 vota. Dhe Palestina, pra shteti palestinez i ka këto njohje, pra 2/3 e votave në asamble edhe mund t'i marrë. Problemi qëndron te kalimi në Këshillin e Sigurimit, ku pengesa kryesore tashmë shihet vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse si Rusia, si Kina, si Franca, si Mbretëria e Bashkuar, domethënë Britania e Madhe, e ka njohur shtetin palestinez. Vetëm që nuk është në ata aty është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse Palestina do që të futet në OKB, duhet që të gjejë fjalën me Trumpin. Dhe në kuadër të kësaj, një takim i tillë është për të avancuar, po themi, çështjen palestineze, plus se këtu ka marrëveshje edhe për gjëra të tjera, domethënë, sidomos me Turqinë, me Erdogan. Ja, do dalim ato, e kam çështje më vonë. Por është për të koordinuar një plan i cili të jetë i pranueshëm për administratën amerikane, e cila njihet si po themi si mbështesje e pozicionit të Izraelit. Dhe kjo mbështetje, me aq sa shikohet, dhe plani i Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose paktën ai që është përfolur çfarë mbështet administrata Trump, është fakti që të ketë ky shtet që do ndërtohet, duhet e para njëherë të zgjidhë problemin e Hamasit,
pra Hamasi duhet dorëzoj armët, pengjit dhe armët, dhe nuk duhet të jetë pjesë e strukturave, duhet të ketë trupa mbrojtëse, pra trupa paqëruese apo që do merren me administrimin që do jenë nga vendet arabe, pra vendet e tjera, të cilat do merren me administrimin dhe rindërtimi do kryhet prapë me fondet e vendeve të tjera arabe për Gazën. Pra këto janë pikat kryesore për ato që mund të jetë i pranueshëm. Dhe ky është plani i pranueshëm edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe për Izraelin si plan. Pastaj ka edhe çështjet që janë të dorës dytë, pra do diskutohet fati, po themi, i atyre që janë kolonive, mënyra se do administrohet Jeruzalemi, e këto të tjerë, pra janë, po në parim pikat e përgjithshme janë pikërisht këto. Dhe duket që pengesa kryesore, domethënë, për Financial Times fliste për Tony Blair, me që e kemi këtu në foto. Po, këtë se përshikojmë se që nga plaku Tony. Dhe ideja është që, pra, nëpërmjet kësaj shikohet që ajo që mundohet që të arrihet është fakti që të largohet një organizatë ekstremiste si puna Hamasit nga administrimi i çështjeve dhe të merret në dorë, pra si pikë kryesore, të merret në dorë nga forca paqëruese arabe të vendeve të tjera që të administrojnë Gazën, mos ketë më trupa izraelite aty. Dhe kjo është përfituese edhe për Izraelin, në kuptimin që nuk ka pse të mbajë trupa izraelite të cilat mund ta tensionojnë situatën edhe në rripën e Gazës apo edhe në bregun perëndimor, po njëkohësisht e heq mundësinë e ushtrimit të influencës edhe Hamasit, edhe çdo lloj organizate tjetër e cila do ketë më të vështirë që të përplaset tashmë me trupat e tjera arabe në moment, ose që të kryej veprime drejtim të Izraelit, duke qenë se ke trupat arabe brenda. Pra, edhe për Izraelin kjo është zgjidhje e pranueshme, me aq sa shikohet, me aq sa është folur. Dhe të shikojmë se sa do jenë ato ngjarje në terren tashmë që të shkojnë. Do të harroj që ka edhe një deklaratë të konferencës vendeve lidhjes arabe, në cilën edhe ata kërkonin pikërisht këtë gjë para një muaji, që Hamasi të dorëzonte, po themi, armët, të dorëzonte pengjet dhe të largohesh nga rripi i Gazës dhe të futeshin, pra plani Arabisë Saudite ka qenë pikërisht ky, pra që ta merrte Arabia Saudite si thua është rolin kryesor në këtë rast. E pranon Hamasi dhe në këtë tani e vetmja pengesë që është në këtë rast është Hamasi, i cili vazhdon akoma që të mbaj pengjet, domethënë dhe të vazhdoj luftën. Kret. Si e pe këtë moment? Është moment natyrisht historik, por nuk besoj që ka një përmbajtje më të madhe se sa aspekte natyrë simbolike. Pra njohja e shtetit palestinez nga një pjesë e vendeve perëndimore. Natyrisht kjo i komplikon shumë marrëdhëniet e Izraelit me këto shtete, por ajo që mban si thosh rolin e Izraelit dhe presionin që Izraeli ushtron në lindjen mesme sot janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra që të ndodhte ajo që duhet ndodhë, do që Izraeli të izolohet gati plotësisht, edhe po izolove Izraelin plotësisht, Izraeli ka kapacitetin sot që praktikisht i ka nën kontroll këto territore, si Gazën e si bregun perëndimor të Jordan. Këto janë aspekte. Kjo njohja the simbolike. Njohja është simbolike për sa kohë që në terren ti nuk e ke kapacitetin praktik që ta vesh në. Çfarë kufish bëhet fjalë se shpesh debatojmë. Çështja e kufive do të jetë ajo që këtu është çështja, sepse nuk e di nëse për shembull çështja se endre përmendi është çështja e kolonive. Çështja e kolonive nuk është ai që çështje e rendit dytë, përkundrazi. Është një çështje e rendit parë. Ajo harta që keni këtu, për shembull, harta e fundit që e keni paraqitur edhe herë të tjera, ato pjesët e bardha aty kanë bën me kolonit, bile ka pas edhe ka një përpjekje të izraelianëve që të bëjnë një lloj edhe ndarje të mëtejshme të territorit duke pasi bazë Jeruzalemin, një lloj korridori që ta kontrollojnë vetëm ata. Shteti i Palestinës, shteti palestinez që të jetë funksional si çdo shtet tjetër duhet të ketë kontroll të plotë mbi territorin. Edhe problemi i madh. Kjo është harta që kanë nxjerrë në fakt pak a shumë zyra e zhvillimit për çështjet jo kjo është një hartë që ka të bëjë me udhëtimin. Me udhëtimin, por që u lexua pak a shumë kur doli si një hartë që se doli në Jeruzalemin aty që të kalon në gjithin në Jo. Çështjet janë Kjo është e sigurisë në udhëtim. Çështjet më të rëndësishme, çështja nuk është thjesht e natyrës territoriale, por çështja është e natyrës fizibilitetit që do ketë shteti
nesër, prandaj thash që është çështje natyrës simbolike. Kur të vinë, edhe në rast se Izraeli do të pranonte teorikisht një lloj solucioni të tillë, dhe në rast se do ta pranonin edhe palestinezët një solucion të tillë, pra sigurisht edhe tiki Hamasi, problemi më i madh nuk është Gaza në vetvete, po është çështja e West Bankut, e Perëndimor lumit Jordan, është çështja më e rëndësishme sepse është një territor në të cilin janë vendosur kolon, dhe kolonitë kanë lidhje organike me njëra tjetrën, dhe për këtë arsye, në rast se nesër a do ta pranojnë kolonët për shembull që të shpërngulen, i vetmi moment që kolonët janë shpërngulur, mos do të gaboj në këtë, ka qenë në vitet 80 kur Izraeli u tërhequr nga Sinai. Dhe në bazë të paqes që ka pas vendosur me Egjiptin, që nuk është as tamam paqe, para pushimit, në pushim shumë i gjatë, janë zhvendosur kolonët. Po nga momenti viteve dhe që kanë pas një jetë gjatësi rreth 20 ca vjeçare aty kolonët. Janë të rrequr edhe në Gazën 2005. Janë të rrequr edhe nga Gaza kolonët, okay, ja që është edhe rasti i dytë, po problemi i West Bankut është shumë herë më i madhe dhe më i rëndësishëm dhe kjo është çështja më e rëndësishme. Po, dakor. Tani Trump kufit, problemet kufit janë gjithmonë arabët pretendojnë kufit e 67-s. Që janë kufit përpara nisjes së luftës së dytë arabo-izraelite. Luftës 6 ditore. Kjo harta këtu. Po. Kjo ishte harta në të cilën në këtë periudhë Jordania kishte atë zonën e bregut perëndimor, ka qenë pjesë e mbretërisë së Jordanisë, domethënë, ajo zonë aty, kurse pjesa tjetër, Gaza, ka qenë pjesë e Egjiptit. Pjesa e bregut perëndimor ka qenë ligjërisht pjesë e Jordanisë. Pra, Jordania e futi brenda mbretërisë vet, kurse Egjipti, ripin e Gazës, nuk e futi ligjërisht brenda, nuk ka aneksoi. Palestinezët e lindur në ripin e Gazës merrnin pasaporta egjiptiane, dokumente egjiptiane, por ligjërisht nuk ishte pjesë e Egjiptit. Kurse ata të lindur në zonën e bregut perëndimor merrnin pasaporta dhe ishin shtetas me drejta plota të Jordanisë. Po, ajo zona e bregut perëndimor. Dhe këto janë, ky është për 67-ën bëhet fjalë. Po, për 67-ën përpara se të niste lufta bëhet fjalë. Pra, ideja qëndrimi i vendeve arabe është për kufit e 67-ën. Tani, problemi i 67-s ka një Franca dhe Arabia që kanë iniciuar është edhe territori i autoritetit palestinez, nën kontroll të autoritetit palestinez. Pas luftës 67-s, Egjipti, domethënë, humbi ripin e Gazës, humbi dhe gatish në Sinajt, bregu perëndimor u kap nga izraelitët, avancuan izraelitët edhe në drejtimin e sipër në zonën e lartësisë të Golanit. Pra, ajo luftë ishte katastrofike, domethënë, për arabët, dhe tani pretendohet të rikthehet po prap ky kufi i 67-s. Po ky kufi i 67-s ka disa probleme. E para njerë nuk zgjidh çështjen e çfarë do ndodhi me Jeruzalemin. Sipas asaj që ka qenë 47-ën, pra plani i ndarjes së mandatit britanik i Palestinës, ka qenë që kishte një zonë që u përkiste arabëve, nuk quheshin palestinezë atëherë, është zonë për arabët thoshe, prandaj edhe Jordania mori atë pjesë, edhe Egjipti mori në kaz. Izraelitët do kenë këtë pjesë dhe Jeruzalemi do ishte me status ndërkombëtar, një qytet i hapur ndërkombëtar, pra nuk do ishte në sovranitetin as të arabe, as të izraelitëve, por do ishte me status të veçantë. Dhe tashmë, kjo është një pikë pyetje për sa i përket Jeruzalemit, sepse Jeruzalemi nuk është i shenjtë edhe për fenë hebraike, po edhe për fenë krishterë, po edhe për fenë muslimane. Dhe pyetja është, dhe ka objekte të shenjta në të gjitha fetë. Dhe pyetja është si do zgjidhet. Një plan i arabëve thotë që ne të marrim Jeruzalemin lindor, pra propozimi i arabëve është të kemi Jeruzalemin lindor, kemi Xhamin Al-Aqsa që është. Pra, që kemi në 67 ata kishin pushtuar gjithë Jeruzalemin, bile edhe hebrejt që ishin në Jeruzalem u përzun, domethënë në 47, sepse në 47 kur e pushtoi Jordania, kur u bë ajo ndarja, Jordania u fut me trup aty dhe i përzuri hebrejt edhe nga Jeruzalemi dhe nga Hebroni dhe nga këto vende të shenjta që ata kishin. Në ishin disa 10.000 hebrej që jetonin në atë zonë. Dhe tani Jeruzalemi u bë i pastër etnikisht, kishte vetëm arab tashmë në Jeruzalem në 1948
1968 deri në 1967, plus edhe disa të krishterë që ishin arab të krishterë. Po. Kur Izraeli e rimori në 67-ën, në Jeruzalem filluan të ktheheshin ata hebrejnë që kishin që ikën në 47-ën u rikthyen. Dhe në disa vende të tjera u rikthyen në Hebron ose në vende të tjera. Janë disa vende të shenjta që ata jetonin kishin dakord. Dhe tani pikpyetja është pikërisht për këto gjëra. Çfarë do ndodhi me Jeruzalemin? Çfarë do ndodhi me ato që janë vende të shenjta për izraelitët, të cilët bie që janë brenda territorit të West Bankut, pra bregut perëndimor, por që praktikisht izraelitët nuk janë të gatshëm të heqin dorë sepse i quajnë si vende të shenjta atyre. Po, dakord. Dhe kjo është pikpyetja. Tani këtë pikpyetje është munduar disa herë të jep përgjigje. Propozimi më i fundit që ka qenë në 2008-ën ka qenë propozim nga Olmerti, i cili ofronte autoritetit palestinez në atë kohë 98% të këtyre kufive të 67-ës, 98% kufive të 67-ës, plus ky 2% do i jepej në një vend tjetër. Pra jo në kufit e 60, po mund të jepesh pak më poshtë, pak më. Pra që të kompensohesh 100%. Nuk u ra dakord në 2008-ën në autoritetin palestinez. Kjo ka qenë oferta e fundit në 2008-ën. Ka pasur ofertë në 2000-shin, ka pasur në 93-shin, dhe tani një pengesë tjetër e madhe që është për këtë, përveç Jeruzalemit dhe kësaj pjesës territorit, është pengesa e drejtës së kthimit. Pra, palestinezët pretendojnë që të kenë të drejtën e kthimit në territoret në të cilat janë përzënë dikur në 47-ën. Gjë që nuk pranohet në mënyrë absolute në ana e Izraelit, sepse nuk kupton që brenda territorit izraelit fusësh dhe pastaj të prishësh gjithë demografinë etnike të Izraelit. E qartë. Dhe kjo është një pikpyetje tjetër që është shumë e madhe që nuk e di se si do bëhet. Sepse Izraeli këtë e ka bërë shumë qartë që unë këtë nuk e pranoj. Domethënë këta njerëz janë larguar. Kemi tjetër si puna e Shamve me domethënë që ti tani të thuash Greqisë që më rikthe, bëj prap shtetas grek, gjithë ata që janë pasardhës të shqiptarëve Sham që janë larguar në Shqipëri dhe në Shqipëri tani të rikthehen dhe të bëhen shtetas të Greqisë. Kuptohet që Greqia në mënyrë absolute nuk do e pranojë domethënë që të bëj njëta gjë, një situatë që për këtë. Pra këto janë dy pikat e mëdha, mënyra se si do zgjidhen këto dhe këto pjesa tjetër. Një pyetje, sërish në New York, Donald Trump tha që unë nuk do ta lejoj aneksimin le të themi West Bankut. Çka shkon kundër deklaratës ambasadorit Hagabi që tha ne do ta mbështesim le të themi. Mike Hagabi nuk është ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, është ambasadori më shumë i Izraelit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Thash mos gatrohem. Mike Hagabi ka një problem me ambasadorët e amerikanë në Izrael. Në më të shumtën e rasteve zgjidhen ambasadorë të cilët janë shumë afër pozicioneve të Shtetit Izraelit se sa pozicioneve administratave amerikane. Jo, flas kjo. Nëse politika amerikane ka qenë më afër. Ky ndryshim i Trump në raport me qëndrimin fillestar të ambasadorit, si e vlerëson këtë, ndërkohë që shumë komentues thonë që një nga arsyet pse Europa shkoi në atë pozicion ku u detyrua Britania dhe Franca, dhe dy fuqit bërthamore të Europës shkuan në pikën që njohën në shtetin palestinez, ishte vendimi i parlamentit izraelit për West Bankun. Si e vlerëson këtë deklaratë të Trump? Nuk ka pasur, nuk ka pasur vendim të parlamentit izraelit. Jo, vendim, rezolut. Rezoluta është rezolutë do të përdorë vendim më vonë. Po rezoluta është rezolutë. Nuk është se bën për këtë rezolutë, se rezoluta të tilla parlamenti izraelit kalon me. Po, dakor. Ajo që ndodhi, ndryshimi i qëndrimit në Evropë, duhet kuptuar që ata që kanë njohur në Evropë shtetin e Palestinës janë kryesisht qeveri të majta. Domethënë Macroni varet nga votat e të majtës për qëndruar në pushtet kundër Le Penit që është e djathtë dhe Le Peni nuk është për. Dakor. Laburistët janë të majtë,
socialistët spanjoll, njëkohësisht ke laboristët që ke edhe në Australi, edhe në Kanada, pra janë përgjithsisht të majtët që e ndërmarrin këtë vendim për arsye ndërkohë të djathtët, po sepse ka një aleancë të vjetër midis të majtës dhe çështjes palestineze në botën perëndimore. Dhe e dyta punës me rritjen e emigrimit, sidomos në vendin muslimane në Evropë, çështja e votës së tyre, po sepse çështja e votës së tyre fillon të bëhet akoma dhe më e ndjeshme, me rritjen e numrave. Dakor. Dhe me rritjen e protestave. Mos futemi këtu se dhe pra veprimet e tyre janë të rrimë te Trumpi. Duan të qëndrojnë pushtet dhe kryejnë këtë gjë, jo se e kupton, nuk hapet barku për asnjërin. Dakor. Në rastin e Trumpit, domethënë ideja e Izraelit ishte, kur ju bëni veprimet në anshme, është çështje pazari. Kur ju bëni veprimet në anshme dhe thoni unë do ta njoftë, bëj edhe unë veprimet në anshme, pushtoj dhe shikojmë se kush do dali. Jo, kjo bëhet në kuadër, dhe kjo bëhet në kuadër të një loje ose pozicionimi të marrësh, siç i tha Zelenskit nuk e karta, të marrësh karta në dorë. Kush e bën këtë? Pra, kush i do kartat në dorë rastin konkret? Kartat i do Netanyahu, Izraeli. Pra, Izraeli thot mirë, unë po heq dorë nga kërkesa për aneksimin e gjithë saj, çfarë do marrë në këmbim? E do fillojnë ata, po mirë, ti me që nuk po e merr më gjithë atë, unë do filloj, do t'jap ato vendet e kolonive që janë, pra secila palë fillon e ngrem pazarin e vet. Pra mundohet të kapi sa më shumë karta në dorë, që në momentin kur fillojnë të bëjnë negociata për zgjidhjen e statusit, të ketë çfarë të lëshojë. Qartë, jo. Korrekt. Që të marri atë që ka pasur ndërmend që në fillim. Pra, unë rris pazarin, dua 10 lekë, po ta mbaj çmimin 100, që në fund fare të marr 15. Pra, është një taktikë shumë e njohur diplomatike nga ana e paktën e Izraelit, e njëkohësisht edhe në ana e vendeve të tjera, të cilat e rrisin pazarin e tyre, duke thënë që nëse ti nuk bën këto veprime, ne do ndërmarrim sanksione ndaj teje. Pra, secila prej palëve mundohet që të rrisi pazarin, që kur të arrijë në momentin që do zgjidhen, secila prej tyre të heqë dorën në diçka dhe lëshojë në drejtime të tjera. Po, e qartë. Klet. Unë nuk e mendoj se Endri kam është për mua është në tjetër rrafsh, ajo që ka bërë Izraeli në Gaza, që nga sulmi i Hamasit, të paktën i ka tregu Europës diçka me cila mund të materializohet, pra një frikë të madhe që Europa praktikisht ka të përzënjes totale të palestinezëve nga territoret në të cilat jetojnë, qoftë në Gaza të paktën për momentin, por qoftë edhe pastaj në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Ka një politikë, nuk e di të paktën gati 50-60 vjeçare të Izraelit për nguljen e kolonëve në West Bank. Është politikë shumë e vjetër. Në të njëjtën kohë, pesha politike që ka djathta izraeliane në qeverinë, në kabinet, në parlamentin izraelian, ka qenë dhe mbetet relativisht e fortë. Nga kjo pikpamje, unë besoj që një pjesë e shteteve europiane duan të dalin përpara idesë aneksimit, dhe për këtë arsye kanë vendosur apo vendosen që ta njohin. Në fund ditës ajo çka dëshirojnë këto vende është që si thosh të dali jashtë loje çështja e aneksimit, pra të mos vijojë çështja e aneksimit, sepse është një njëjtë logjikë që do ndodhë, që ka ndodhur edhe me Krimen. Asnjë vend evropian nuk e pranon aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë. Në të njëjtën kohë, asnjë shtet evropian nuk do donte të pranonte aneksimin e West Bankut, për më tepër që po ta marrim në rrafshin historik, është çështja më problematike globale që vazhdon që nga fillimi i luftës së ftohtë. Ndoshta rasti i Izraelit nuk ka të bëjë, krimi i Izraelit nuk është produkt imediat i luftës së ftohtë, është produkt i luftës së dytë botërore, por që nga fillimi i luftës së ftohtë deri sot është çështja më e rëndësishme në rrafshin ndërkombëtar. Dhe nuk mundet që mas kaq vitesh të lejohet aneksimi i territoreve. Po Trump ç'ne me këtë deklaratë? Deklarata e Trumpit është kjo. Deklarata e Trumpit,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një situatë jo fort komode në linjen e largme, në linjen e mesme. Në njërin krah janë të lidhur në marrëdhënien që kanë me Izraelin, bile shpeshherë Izraeli i tërheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hundësh, ose të paktën e ka përdorur Shtetet e Bashkuara të Amerikës për implementimin e politikave të veta kombëtare. Bile ka shumë komentatorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe të djathtë, të cilët kanë refuzuar sulmin ndaj, ose më saktë kanë parë në sulmin që Izraeli bëri dhe Shtetet e Bashkuara ndaj Iranit, pikërisht si një lloj prove të afërsisë apo të kontrollit që ushtrojnë Izraeli mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që Trumpi po bën është në një farë mënyre një tentativë për të shpëtuar një situatë e cila në rast se do të ndodhte do të komplikonte gati totalisht marrëdhënien e Shtetit Bashkuar të Amerikës me vendet e Gjirit. Para disa ditësh për aneksimin e ke fjalë. Për aneksimin e kanë fjalë, jo vetëm me vendet e Gjirit, por edhe me vendet e tjera në lidhjen e largme, në lidhjen e mesme. Para 5-6 ditësh, mos gaboj, Egjipti ka vënë alert ushtrinë. Po tenton, ka mobilizuar ushtrinë në kufi me Gazën. Një nga arsyet nuk ka qenë thjesht çështja e natyrës sigurisë, por ka qenë edhe çështja e refugjatëve të Palestinës, të cilët Egjipti apo asnjë vend tjetër nuk i dëshiron. Pra nisur edhe nga kjo, një aneksim i West Bankut do ta minonte thuajse totalisht pozitën e Shteteve Bashkuara të Amerikës në lindjen e largme, në lindjen e mesme. Pasi do t'i tregonte vendeve tradicionalisht aleat Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç janë Arabia Saudite, apo dhe Katari, Kuvaiti, që nuk janë të sigurt, në një marrëdhënie e cila parashikon mbrojtjen e këtyre shteteve nga një rrezik i mundshëm. Sepse aneksimi i West Bankut do t'i hapte rrugë nesër pastaj edhe një konfrontimi të Izraelit me vende të tjera. Hendri, nëse mund të sqaroj këtë punën e kësaj, pse them unë që janë vendet e majta? Janë vendet e majta sepse ose qeveritë e majta sepse nuk e qeveritë të djathta që të kanë marrë këtë veprim. Nuk e Gjermaninë, nuk e Italinë, nuk e Hollandën, gati jemi nuk e Hollandën, nuk e Greqinë, pra janë këto vende të djathta. Dhe nëse ka një retorik anti-refugjat, anti-emigrant, janë retorikat e djathta, nuk janë të majtat. Janë të majtat ato të cilat e kanë favorizuar në Evropë hyrjen e emigrantëve në krah. Kështu që kjo frika nga emigrantët nuk ka lidhje me rastin konkret për Egjiptin. Po thoja për rastin e frikës për t'u larguar për bërë këtë spastrimin. Kjo frikë për këtë punën e spastrimit më tepër duhet ishte në e djathta e cila nuk do donte më emigrant në Evropë, sesa do ishte në e majtë, e cila ka qenë pro këtyre gjërave. Dhe shembulli më tipik i kësaj të majte që ka humbur dhe busullën është shembulli i kryeministit spanjoll, i cili deklaronte në mënyrë aq të papërgjegjshme që do dëshiroja që të kisha një bombë bërthamore për të ndaluar Izraelin. Domethënë, imagjinoni ku shkon ai kryeministër. Ky kryeministër që nuk janë banë se ti thu për të djathtën. Në Starmeri tash ka ardhur, kanë qenë nuk e di sa vite, 14 vjet pa një qeveri të qendrës majt në Britaninë e Madhe dhe refugjatët kanë ardhur 14-15 vjet e fundit. Dhe po se qeverit majt, qendrës majt, përveç një 3 vjeçarit. Dhe e kam fjalën për njohjen e Palestinës nga qeveritë e majta. Dhe po them rasti i këtij spanjollit që sa asnjë nuk kam bombë bërthamore që është idioci. Dhe jo vetëm kaq. Po ky nuk njeh Kosovën. Në rregull, dhe njeh Palestinën. Kosova është me një qeveri, pra është një territor i cili nuk është në konflikt, është një territor i cili ka një po them e njohur në gjithë ato vende, ka një shtet demokratik, ka një që funksionojnë zgjedhje të rregullta, paqësore, gjithë të tjerë, por nuk e njeh Kosovën. Kështu që nuk është problem çështjes e të drejtës së njeriu për të majtën evropiane, nuk është çështje ta mbaroj fjalën. Nuk është çështje e të mbrojtjes së drejtave të njeriu. Është thjesht çështje votash elektorale, se po shikosh këto vende që ka njohur, ka edhe një shumicë emigrantësh në vendet islamike. Një pyetje. Këto janë dy vendime
jashtëzakonisht, domethënë njohja e Palestinës dhe vendimi i Donald Trump për t'u tërhequr nga konflikti me Ukrainën para disa kohësh, janë dy vendimet më të mëdha që kemi parë aktualisht për sa i përket ngjarjeve të mëdha gjeopolitike që po ndodhin. Pra a kemi një çarje midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sa i përket dy konflikteve të mëdha, Ukrainës edhe Gazës. Pra, të zhvendosemi nga e majta dhe e djathta, po tek një çarje midis SBA-ve dhe BE-s për sa i përket dy qëndrimeve që duhet mbajnë për konflikte. Fjala vjen, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga qëndrimi i deri djeshëm me Bidenin për sa i përket luftës në Ukrainë. Ndërkohë europianët kanë bërë një kapërsim, jo europianët, këta janë, si thua, baballarët e projektit palestinez, izraelit, Britania edhe Franca. Pra, a kemi të bëjmë me një çarje në perëndim për sa këto dy konflikte që pastaj tjerët. Ka qenë Bashkimi Sovjetik ai që ka krijuar shtetin izraelit, që ti jemi, nëse ose duam të ndajmë këto baballarët, ai është baballarët e të xhallarët. Në kuptimin e projektit, po, se tani do mos futemi ke kjo se Jo, është Bashkimi Sovjetik. Po, dakord. Jam dakord. Histori e komplikuar. A ka një çarje, të mos futemi këtu. A ka një çarje në perëndim? Po çarja është që kur ka ardhur Trump, domethënë Trump ka bërë çarje që gjatë administratës së parë, që ka një qëndrim ndryshe në Evropë, edhe tani me administratën e dytë ka një qëndrim ndryshe. A kemi këtu një lojë të Europës që po bën të njëjtën lojë që Trump po bën me Ukrainën? Jo, nuk ka. Ato janë thjesht rrethana të ndikuara nga, po themi, nga një shumicë faktorësh. E para punës njerë, fakti që Evropa nuk mori përgjegjësitë e veta në rastin e Ukrainës. Ukraina sulmuar që në 2014. Dhe ka qenë Merkel, dhe ka qenë një president tjetër si Obama, të cilët nuk morën masa për të kundërshtuar agresionin rus. U vendosën sanksione qesharake. Dakor. Nuk u lejua Ukraina që të kundërsulmonte. Trupat e Ukrainës janë ndaluar nga dëshminë e, po themi, librave, janë ndaluar nga flasim për dhe jo vetëm kaq, por as nuk u ndihmua me armë. Të duket drejt ty që SBA është po tërhiqet, le të themi, pavarësisht se do diskutojmë në deklaratën e Trumpit. Drejt nuk është për rastin specifik të Ukrainës në kuptimin e faktit që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Britania e Madhe kanë dalë garante të integritetit territorial me memorandumin e Budapestit, 1994. Jo, Britania vazhdon të rri asaj. Britania vazhdon të qëndrojë, ndërkohë që këtë reagim të Europës si një përpjekje për t'i hequr, le të themi, atë legitimitetin moral perëndimit në këtë konfliktin në Gaza. Pra, nëse në Ukrainë, fjala vjen, është e nevojshme fuqia ushtarake e perëndimit për t'u dëshmuar, në lindjen e mesme bëhet fjalë për një lloj legitimiteti moral të perëndimit përballë, le të themi, edhe këtu. Pse nuk e shikon si një pasojë e përplasjes së brendshme në perëndim gjitha këto vendime? Po çështja e Ukrainës ndryshon nga çështja e Gazës. Ukraina është çështje evropiane. Gaza është nazi. Dhe po plasë konflikti, do plasë konflikt në lindjen e mesme. Nuk është që preket në mënyrë direkte. Kurse Ukraina është ajo që preket në mënyrë direkte, sepse ke agresion nga një shtet kundër një shteti tjetër në një territor evropian. Është çështje evropiane. Nuk janë çështje të njëjta për garancia strategjike për Evropën. Gaza me këtë. Dhe po ta shikosh, mbështetja për Ukrainën përfshin gjithë spektrin politik të majtë dhe të djathtë, të majtët, ata të ekstremit majtë jo njerëz, ata janë komunistë, kanë ngritur me Bashkimin Sovjetik dhe janë nostalgjik Putinit, kurse ata që janë në ekstremi djathtë financohen nga Putini, kështu që këto ekstremet janë. Por pjesa tjetër, të majtë dhe të djathtë, përgjithsisht janë për favorizim. Për shumë, ke vendet nordike që janë edhe këto tjerët që janë të majta, qeverit majta, por që janë pro Ukrainës dhe një janë financuese më të mëdha është Norvegjia, për shembull, e cila është ka vënë me miliarda euro. Endri, të dalim nga kjo, do vim te Ukraina, po. Redi, në Bashkimin Evropian ndër vite. Jo, po do dalim këtu, po thash të trajtojmë pak atë raportin, të aty do të dal. Bashkimi Evropian ndër vite ka investuar në Gaza, në bregun perëndimor të lumit Jordan,
ka investuar me miliarda euro në ndihmë për stabilizimin apo për ndërtimin e institucioneve me kështu me radhë. Në përgjithësi, në Europë, qasja dhe çështjes palestineze, sidomos mbas viteve 90, ka qenë gjithmonë pozitive apo për një zgjidhje të konfliktit. Ajo që europianët kanë parë është kjo, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Trumpin, sidomos me Trumpin e dytë, janë shumë më afër Izraelit se sa ç'duhej të ishin, të një farë mënyre i dalin përpara një tentative të qeverisë izraeliane për t'i dhënë për ta shpërsuar akoma më tej konfliktin. Sa i përket Ukrainës, Ukraina tashmë është një territor i cili është lënë. Po pse nuk e themi që nëse ti nuk je me ne në Ukrainë, ne nuk jemi me ty në Gaza? Jo, nuk kanë shumë lidhje me njëra tjetrën, sepse një sekondë, se këtu ka një dallim fundamental. Po flasim për kapërcim të madh, po flasim për njohjet Palestinës. Nuk është edhe kapërcim aq i madh, sepse ka e gjithë ajo që ka ndodhur në Gaza, në një farë mënyre, e ka bërë bashkë një pjesë të mirë të opinionit publik. Pavarësisht se në Gjermani apo në disa vende të tjera të djathtat janë neutrale ose nuk dëshirojnë të shprehen për problemin e Palestinës, për mua dhe mendoj që është ajo që ka ndodhur nuk është pikërisht kjo, sepse në Ukrainë ka një konflikt i cili është ka një mundësi zgjidhje. Pra ka një mundësi që Ukraina ta fitojë luftën ose të ngrihet konflikti. Në rastin e Palestinës, në rast se aneksohet bregu perëndimor, atëre shumë shka shpërdohet. Trump pasi takoi Putinin, foli për shkëmbim territorësh, flitet për njohjen e Krimes nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse nuk e mendon kështu që europianët kërkojnë një lloj rritjen e statu quo. Funi funit europianët çfarë kërkojnë? Kjo është statu quo. Ndërkohë që administrata Trump e kërkon këtë ruajtje të status quo, sepse është sot në një raport krejt tjetër me Rusinë. Në rastin e Palestinës, ambasada në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse do të njihnin aneksimin, atëherë nuk do ndodhte. Janë më shumë se ç'duhet. Bideni nuk do ishte në këtë. Jo, nuk do ishte. Ashtu është vërtet. Këtë po them. Po gjithsesi, dalim tek Turqia, Endri. Kemi le të themi, po të shikojmë edhe fotot pas, nëse ka mundësi, regjia, fotot e takimit të Trump me Erdogan, shikojmë këtë momentin pas meje, është pas Netanyahut, Erdogan është personaliteti i dytë botëror që Trumpi, le të themi, i tërheq, i bën gati karriken, çka lexohet si një afrimitet nga pikpamja shumë i afërt. Domethënë, është në mënyrën se si lexohet kjo, tregon një afërsi shumë të madhe midis Trump dhe presidentit Erdogan. Pra, nga kjo pikpamje, jemi në një raport personal shumë ngrohtë, saqë Trump tha që kam komunikuar me Erdogan edhe në kohën kur nuk isha president, pasi mbarova presidencën. Nisur nga kjo, është firmosur edhe një marrëveshje midis palëve, që Turqia të marrë avion F-35, F-16, gjithashtu dhe një marrëveshje bërthamore, ka dhe një firmë për një marrëveshje bërthamore që nëse kemi informacion mund edhe ta diskutojmë, pra si e vlerëson këtë marrëveshje të Trump me Erdogan dhe si do të ndikoj kjo në lidhjen e mesme po flasim, që Turqia ka qenë një nga aleatët kryesor të Shtetit Bashkuara të Amerikës edhe vazhdon të konsiderohet si një aleat me një rëndësi të veçantë. Kjo është diçka e cila ka shumë dekada që ekziston. Bile kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata që kanë kishte 6 vjet në 2019 Erdogan ka qenë për herë të fundit në mënyrë historike. Kanë qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë bërë presion për Evropën, mbi Evropën, edhe për pranimin futjen e Turqisë në BE. Me iden e futjes akoma dhe më tepër, integrimi më tepër të Turqisë brenda strukturave të NATO, strukturave të BE-s dhe të tjerë, pra për ta kaluar totalisht në kampin perëndimor. Ka qenë hezitimi për një kohë gjatë i BE-s me faktin që shikohesh me dyshim një shoqëri në të cilën ishte muslimane, të futesh në një Evropë të krishterë, pra ky dyshim e ka mbajtur Turqinë larg, siç e ka mbajtur
edhe Shqipërinë deri në farmasë, siç kanë qenë paragjykimet edhe për Kosovën dhe për Bosnjën të tjerë. Pra, dhe këto me kalimin e kohës, Turqinë krijon ato tendenca të cilat dalë të quhen në daljen e personazheve si puna e Necmettin Erbakanit dhe pastaj në daljen e Erdoganit. Dakor. Pra, nuk është e re kjo marrëdhënie. Ka qenë gjithmonë për mbajtjen afër të Turqisë, futjen BE, ndihmën që i ka dhënë edhe në teknologji ushtarake të tjerë. Pra, ka qenë kjo aleancë e hershme. Kjo marrëveshje për kjo aleancë tani ka ndryshuar për shkak të ndryshime që kanë ndodhur dhe në politikat pak a shumë të dy shteteve, po kryesisht në drejtim në Turqia. Turqia tani e shikon veten si projekti i Erdoganit është i projekt neo-otomanist, pra ka idenë e krijimit të një perandorie të re otomane. Në këtë kuadër duhet parë dhe roli që do ketë ajo brenda NATO-s dhe roli që do ketë në rajon dhe roli special ose çfarë marrëdhënie do ketë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ka ndryshuar pozicionin palëve, nuk është më një lloj si para. Dhe kjo ka avion F-35. Tani, për avionin F-35 ka komentator, domethënë izraelit thonë që kjo do ta komplikonte shumë situatën në raport me Izraelin, sepse për avionet F-35 ka disa kufizime. Dhe kufizimet që janë vendosur nga ana e Shtetet Bashkuara për transferimin e kësaj teknologjie është sepse është një teknologji e lartë, shumë e lartë dhe duhet patjetër miratimi i Kongresit. Pra, ajo që ka bërë Trump tani ka thënë që unë do të shikoj mundësinë e heqjes së këtyre kufizimeve. Ka pat kufizime për shkak të S-400 ruse. Ajo ishte tjetër, ishte bonus, po përgjithsisht për të transferuar një teknologji të tillë të lartë, ty të duhet miratim nga Kongresi. Pra, armët që kanë në parim varen nga Kongresi. Rasti dhe çfarë ndodh? Ka qenë edhe për Evropën, sa herë që ka vajtur F-35 i ka blerë Norvegjia, Finlandë, këto tjerët, ka thënë Kongresi, po, jam dakord që të teknologji ta transferoj. Në çdo rast është shprehur Kongresi Amerikan, sepse ka të bëjë me sigurinë amerikane, që janë avionët e gjeneratës 5, domethënë gjenerata e fundit. Kështu që edhe në këtë rast do duhet. Rasti i Turqisë ka qenë çik më specifik për shkak se Turqia bleu pra kërkoi nga Shtetet Bashkuara disa sisteme mbrojtje kundërerore, Shtetet Bashkuara nuk ja dhanë atë periudhë dhe mori sisteme S-400 ruse. Tani, problemi kush është? Problemi S-400 ruse është një teknologji ruse e cila mirë mbahet dhe i bëhen upgrade, pra sistemi do i bëhen upgrade nga ana e inxhinierëve rusë. Por, në qoftë se ti ngre avion, po themi avion F-35, dhe që ngrihen nga aeroporti ku ndodhet dhe radari, dhe ato datat e fluturimeve të tyre futen dhe në radar. Dhe radari, po themi S-400, fillon e kap ato patterns, kap gjëra të ndryshme në ato, të cilat pastaj mund të transferohen në drejtim të Rusisë, dhe pastaj kjo e bën më pak efektiv F-35-ën. Pra, pikërisht kjo prezencë e radarëve rusë, të cilët mund të shërbenin si themi në kuptim pak se të trash spiun, do të rimar prapë edhe tani dhe që në atë moment ju vun kufizime. Dakord. Por Rusia do t'i rimarë ato, Turqia do marë, ka porositur dhe Eurofighters, një 20 avion. Tani, Turqia ka thënë që është e gatshme që t'i kthej mbrapsht, jo për qefin e vetë t'i rimarë Rusia. Okej, dakord. Pra, t'ja kthej mbrapsht dhe i ka thënë shtëpisë së bardhë. Pra, përveç sanksioneve që janë në Kongresi që duhet shprehoj, kishte sanksione edhe në shtëpia e bardhë për këtë veprim. Pra që mori S-400-ën. Pra ishte veçantë rasti i Turqisë. Tani ka thënë, nëse unë i kthej këto, a do më bësh dhe a do më japësh F-35 dhe shtëpia e bardhë ka thënë, po, do i shikoj sanksionet që shtëpia e bardhë i kishte vënë dikur dhe do e kaloj çështjen në Kongres. Pra nuk është e sigurt që në Kongres, duke ditur influencën që mund të ketë lobi izraelit aty, edhe grek. Edhe grek, sepse edhe grekët nuk janë, po grekët e kanë F-35-ën.
Po grekët e kanë, po janë shqetësuar për këtë fuqizim, sepse sa vjen edhe po armatoset. Nuk është vetëm F-35, është dhe F-16. F-16, F-35, F-16 merret një blok, po është një raketa Patriot, se që diskutoheshe, po. Si makina që modifikohet, ose motorat që modifikohen dhe i vendos paketa ndryshme, edhe F-16 ka upgrade të ndryshme. Pra filloni bën upgrade bloku 1, bloku 2, 3, 4, 5 e kështu me radhë. Dhe kërkohet që të modifikohen dhe të modernizohen. Pra, se F-16 është i avion që i viteve 70, domethënë. Dakor. Dhe mundohet kjo gjë është premtuar që t'i bëhet ky upgrade, pra avionët që janë F-16 dhe është premtuar tjetër dhe një bashkëpunim në fushën e energjisë bërthamore me firmën amerikane Westinghouse për prodhimin e energjisë bërthamore. Kompeticion me Rusinë, për prodhimin e energjisë. Dhe kjo i jepet si paket, i jepet pra energjia bërthamore Turqisë në mënyrë të tillë që Turqia të heqë dorë nga importimi i gazit edhe i naftës. Jo vetëm aq, por edhe për shkak të marrëdhënieve me Rusinë. Po, dhe ideja është që në qoftë se ti ndërton një industri bërthamore, ti e ketë lehtë pastaj të kalosh edhe në armë bërthamore, temi atë që është. Por duke qenë se aty do jenë amerikanët që do merren këtë punë, amerikanët mund të mbajnë nën kontroll edhe një program bërthamor civil. Një program bërthamor turk. Pra, sepse janë nga Saudia që mund ta marrë bombën bërthamore nga Turqia. Westinghouse u përfol edhe për Arabinë Saudite për të investuar dhe ai prapë aty, sepse është një nga kompanitë që merret me këtë punë. Dhe Westinghouse, po, dhe kjo kompani, domethënë do i ofroj energjinë bërthamore, pra centrale bërthamore, në këmbim të heqjes dorë nga blerja, dhe kjo heqje dorë për momentin mund të bëhet nëpërmjet edhe rritjes së furnizimeve në Katari. Ajo tavolina atje që janë ato vendet e tjera, shërben edhe për këtë koordinim. Pra, në qoftë se Turqia që sot merr 40% të naftës dhe të gazit vetë merr nga Rusia, a mund që këtë me këtë çmim kaq lirë ose tjetër, a mund ta marrin nga Katari të tjerë? Pra, bëhet një koordinim i tipit të tillë për të rritur presionin ndaj Rusisë, po njëkohësisht për ta rifutur Turqinë në sferën e influencës amerikane. Ka një situatë shumë interesante, sepse bota arabe, në mbas periudhës dekolonizimit, ka luftuar për të pasur një lloj, ose ka pas kompeticion për të pasur lloj leadershipi. Turqia është tërheq me janë që mbas luftës së botërore nga kjo lloj loje, dhe këto kompeticione ka luajtur kryesisht Egjipti, Libia në kohë të ndryshme, Siria ka tentuar, Iraku e tjerë. Kjo fotografia është shumë interesante sepse në një farë mënyrë ripropozon ndofta ato që është vendi më i rëndësishëm nga pikpamja gjeostrategjike në atë zonë, bile të them dhe më shumë se sa. Mendimin tim edhe më shumë se sa Arabia Saudite. Sepse është edhe një zonë tranzicioni, kalimi me e cila ripropozohet në raport me Iranin, me Irakun, me Rusinë nga krau tjetër. Pra Turqia pak a shumë por i merr një pozitë strategjike që ka pas Perandoria Otomane këtu e 100 vjet më parë. Kam përshtypjen nuk po e rimerr kuptimin, po të paktën po njihet një rol shumë i rëndësishëm. Fakti ende ka të idenë e neo-otomanizmit, po unë kam përshtypjen që neo-otomanizmi ka vdekur, më shumë ka një tentativë të një vendi i cili ka pas një zhvillim ekonomik shumë të rëndësishëm, ka pas një surplus kapitali, cilin e kanë investuar në politikën e jashtme. Turqia duket sikur është vetëm boshti sunit këtu. Fakt. Aty mungon, unë nuk e di. Jo, që ka dhe Egjipt, nuk është çështje vetëm thjesht boshti sunit. Egjipti sunit janë. Aty ke dhe Indonezin, ke dhe Egjiptin. Unë nuk e di se sa të kënaqur kanë qenë egjiptianët me këtë lloj roli subaltern që kanë, sepse ka dhe një lloj kompeticioni turko-egjiptian, ka një aks, ka një aks grek-izraelian-egjiptian kundër një aksi turko-emirate etj. Egjipti tani e ka gjetur fjalën në një farë mënyrë me Turqinë, sepse janë të dyja duke ndihmuar fraksionin e qeverisë në Sudan. Dhe Turqia ka çuar në Sudan Bayraktar, do të thonë dronët Bayraktar, në kundërshtim bile edhe me sanksionet që janë të OKB-s. Dhe njëkohësisht dhe Egjipti e ndihmon
pra qeverinë e ta mbyllim këtë punën e Turqisë. Për mua Turqia nuk ka nevojë për të qenë për të ripropozuar si e rëndësishme. Sa kohë që Turqia është vendi faktori kryesor që stabilizon Sirinë, sot është shumë e rëndësishme. Sa kohë që ka një marrëdhënie të ngushtë me Azerbajxhanin dhe në një farë mënyre është ripropozuar si një lloj dige deri diku e influencës ruse, sa kohë që ka një raport jo të mirë me Iranin ose më saktë për shkak të raporteve të Azerbajxhan-Iran, është si një lloj kundrapeshje ndaj Iranit, atëherë Turqia është shumë e rëndësishme. Ajo që nuk është sqaruar mirë në këtë pikë është raporti i cili do të jetë raporti mes Turqisë dhe Izraelit. Ky është shumë i rëndësishëm. Edhe një detaj shumë interesant, aty shef Indonezinë. Indonezia është një nga klientët më të rëndësishëm të Turqisë për sa i përket teknologjisë, aviacionit. Së fundmi ushtarak së fundmi. Dhe Turqia edhe nga pikpamja e industrisë ushtarake sot është një nga vendet i cili është një nga kompetitorët shumë të rëndësishëm teknologjia aerospaciale. Sidomos aviacion ka qenë është një vend shumë i rëndësishëm dhe edhe për këtë arsye është faktor. Indonezia është edhe një vend me shumicë si më të madhe muslimane në botë, domethënë, kështu që. Endri, kalojmë pak tek Ukraina ka patur një deklaratë spektakolare që është konsideruar kthes spektakolare në fakt nga ana e Donald Trump për sa i përket ka ky Jolani këtu mbrapa, po. Për sa i përket do na ndihmoj. Në fakt regjia bëri mirë, por nuk kam ndërmend të shkoj tani atje sepse kam shumë pak kohë. Dhe do doja të diskutoja shumë deklaratën e Donald Trump për sa i përket le të themi Ukrainës dhe mundësisë saj për të rimarrë edhe një herë territoret apo për të shkuar edhe më tej. Si e vlerëson këtë, sepse për mua është një deklaratë pothuajse është realisht një kthesë e madhe nëse kjo materializohet dhe kthehet në le të themi në vendime që mund të çojnë në një ndihmë shumë të madhe për Ukrainën në mënyrë që të arrihet ky objektiv. Tani ky është Donald Tusk që e shikon me dyshim këtë deklaratë, po jo, deklarata të paktën është në një farë mënyrë është konfirmimi i asaj që ka qenë një ecuri e administratës Trump deri në këtë moment. Administratës Trump apo administratës Trump, sepse përgjithsisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e thash, e kanë përgjegjësinë për të ruajtur integritetin territorial. Pra, ajo që po bën Trump, pavarësisht se po thotë pe kalon Evropën dhe thotë është çështje evropiane, nga ana e të drejtës, pra atyre traktateve, është një farë mënyrë shkelje e memorandumit të 1994, në cilën ka qenë palë garantuese. Kur Ukraina dorëzoi armët, dhe i tha Amerika, unë të mbroj. Bashkë me Britaninë e Madhe. Britania po e vazhdon angazhimin, Shtetet e Bashkuara thonë, jo, tani kjo është çështje e Britanisë. Në një farë mënyrë në ana e atyre që janë marrëdhënie ndërkombëtare, ky raport besimi tek ajo që nënshkruan në Amerika ka marrë fund. Çfarë ka ndodhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përgjithsisht, ata që kanë qenë president në Amerikë kanë parë Bashkimin Sovjetik fillim dhe pastaj më vonë Rusinë si antagonistin kryesor. Mjafton kujtojmë këtu edhe debatën e fundit që ka pasur Mitt Romney me Barack Obama, kur i tha që armiku jon kryesor strategjik ka qenë Rusia, jo Kina. Është Rusia, i tha, jo Kina. E tjerë, edhe vazhdoi domethënë ky mentalitet republikan ka qenë për shumë kohë. Ajo që ka ndodhur çarja e madhe ka qenë çarja me Donald Trumpin. Donald Trumpi vjen ka qenë demokrat, i regjistruar demokrat dhe pastaj i kthyer në republikan. Domethënë bindjet e Donald Trumpit janë në një moment jam kështu, në një moment jam ndryshe. Dhe çfarë dori si diçka që si dikush që vinte jashtë sistemit. Po. Ai mund ta thynte këtë sistem duke ndryshuar lojën dhe ndryshimi i lojës ka ardhur për shkak të propagandës ruse. Dhe propaganda ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë jashtëzakonisht e fortë nëpërmjet rrjeteve sociale. Mendohet që rreth 80% e informacionit që qarkullon në Evropën Perëndimore dhe në Perëndim vjen nga Rusia ose agent lidhur me Rusinë dhe nga Kina. Njëkohësisht ky aks i gjeneron gjithë informacionin që shkon. Dakor. Dhe narrativa e Rusisë është faji i Ukrainës që na sulmoi, që ne ndodhëm këtu. Ishte ajo që do të futen në NATO, ne nuk dhe jo vetëm kaq. Na sulmon përmes Ukrainës. Dhe jo vetëm kaq, po është dhe narrativa tjetër që tani kjo luftë ka marrë fund, është e kot që luftosh me mua. Dhe kjo narrativë është ngulur në Perëndim dhe ku ka gjetur terren më të madh
në Amerikë ka qenë tek magat, të cilat shikojnë interesi i Amerikës në fillim, pra ne na duhet çështja e Amerikës, nuk ka ç'na duhet Ukraina e tjerë. Dhe duke shfrytzuar këtë, Trump mori pushtetin. Po kjo e bëri që gjithë ata që ishin rreth rrotull Trump të ishin në një farë mënyre pak a shumë me këtë iden. Dhe informacioni që Trump merrte nga rrethi i ngushtë ishte që faji është i Ukrainës, ajo çështje nuk ja vlen të luftohet më e tjera. Dhe ky qëndrimi Trump u vu re shumë qartë në takimin e parë që pati me Zelenskin. Kur i tha ti s'ke asnjë kartë, si mund të bësh ti luftë me një shtet që është 10 herë më i madh, ti e kshu e pastaj është faji i Ukrainës, tani jemi në këtë pikën. Tani çfarë ndodhi është, ka ndryshuar kushtet në terren. Ka qenë rezistenca e Ukrainës e parapunës dhe dështimi i mësimeve ruse që ka rënë narrativa e parë. Narrativa e parë është e kotë që të vazhdojë kjo luftë, sepse Ukraina tashmë ka humbur. Faktet në terren tregojnë të kundërtën. Dhe këto fakte në terren, ato informacione ishin edhe na Kellogg që mbajti një intervistë dhe mbajti na shefi i shtabit të përgjithshëm të tjerë dhe i thanë, shiko, rusët nuk janë duke fituar. Dhe tashmë në mendjen e Trump është që, shiko, çfarë kam ditur unë deri tani nuk është e vërtetë. Domethënë rusët nuk janë duke fituar. Dhe e dyta punës, kjo narrativa që Trump është agenti i rusë. Dhe e dyta punës është fakti po prapë në terren që takimi në Shangaj e përcaktoi qartë një boshtë aziatik kundër perëndimit, që është Kina, Rusia, Irani, Korea e Veriut, pra e përcaktoi këtë boshtë. Dhe jo vetëm kaq, por fakti i provokimeve të Putinit, mosdëshira e tij për të angazhuar në një proces paqe, filloi Trump të ta kuptonte që fundit nuk ishin dhe aq budallënj ata gjithë ata presidentët e tjerë që e shikonin Rusinë si rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si një konkurrent gjeostrategjik, si kundërshtar më saktë gjeostrategjik. Pra, fakti në terren e ka bërë dhe Trump që të vi pak a shumë në pozicionin e atyre që kanë qenë presidentëve amerikanë përpara tij. Diferenca e Trump në këta është fakti i punës së angazhimit në fonde. Në qoftë se Biden e ndihmoi me fonde dhe ishte një nga financuesit kryesor në fonde për mbështetje buxhetore plus fonde për ushtrim, pra ndihmë ushtarake në dy drejtime, tashmë Trump thotë nuk kam ndërmend të jap lek, në qoftë se Evropa ka ndërmend që ta mbrojë Ukrainën, pra ta ndihmojë Ukrainën të marrë territor, të më paguaj mua nëpërmjet asaj skemës famshme, në cilën tashmë 2 miliard tashmë dollar janë kontraktuar, janë kryesisht për sisteme mbrojtje patriota dhe sisteme raketore. Dhe thot, unë tani po risi i që angazhuar nëse doni lek, mund vini këtu. Por, në një farë mënyre, ndihma në terren vazhdon nëpërmjet shërbimeve të informacionit, ajo që quhet early warning system. Pra, në momentin që nisën raketat nga ato, Shtetet e Bashkuara sot janë të vetme në botë që kanë këtë sistem aq të profesional dhe u thonë na jepni, domethënë po ecin në këtë drejtim raketat, kështu që bëhuni gati. Dhe e dyta punës, Putini, kur u akuzua nga evropianët tani, para disa ditësh kishin takim në Moskë me ambasadorët e vendeve të NATO-s, dhe i thanë nëse ti vazhdo me provokimet, ne do të utilizojmë avionët. Do dalë këtu. E kam pastaj. Klit, si e shikon këtë kthes të Donald Trump? Donald Tusk thot, mos i besoni, thot, realiteti është ndryshe, janë iluzione ato që... Në sensacionin e Europë, po një pjesë e mirë liderëve europianë nuk e thonë, është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë heqë dorë nga mbështetja e Ukrainës, mbështetja në kuptimin e të qenit në një unison aleancë me europianët. Kjo është pak a shumë ajo që ka ndodhur. Por në një farë mënyrë është një njohje e faktit, sepse kjo gjë ka ndodhur, nuk ka ndodhur tani, ka ndodhur që me pra ndjeshmëria që me takimin e famshëm të Zelenskit në Washington u pa, dhe bile pavarësisht tentativave të liderëve europianë për të afruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të akomoduar Trumpin, edhe ato takime të tmerrshme në Zyrën e Bardhë ku janë rrjeshtuar liderët europianë. Ti nuk e shikon një kthes siç thot Endri për shkak se tashmë Trump po kupton dhe ka informacion që në terren po ndodh. Jo, nuk është çështja aty. Unë kam përshtypjen që Trump e kupton që nuk është më as në dorën e tij ta përfundojë luftën në mënyrën se si ai do.
Nëse, po ka një ndryshim narrative. Ndryshimi narrative nga Zelenski diktator në Ukraina mund të rimarrë. Ndryshimi narrativës është ky, që nëse më përpara mundësia për ta mbaruar luftën ishte nëpërmjet presionit ndaj Ukrainës për të lëshuar territor, për të akomodu Rusin, tashmë gjendja faktike është e atill që as europianët nuk e lëshojnë dot, as Rusia nuk ka bërë në një avancim të mjaftueshëm që ta justifikojë se tush presionin amerikan. Në një farë mënyre është manifestimi i një blofi që Trump ka luajtur gjithë këto kohë me Ukrainën. Pra me idenë që Ukraina e ka humb luftën, që Ukraina është e pafuqishme, që po të heqim në dorë Ukraina do humbi, që ne jemi garant të edhe mënyrës se si Ukraina po qëndron në luftë. Gjitha këto kanë rënë. Endri, ndërkohë po rritet retorika, le të themi, edhe për shkak të disa incidenteve, dron rus në Poloni, dron në Danimark, në Rumani gjithashtu, avion që kalojnë shkelin hapësirën në Estoni, ndërkaq NATO dhe Trump deklarojnë se do t'i rrëzojmë avionët rus nëse shkelin hapësirën territoriale, nga ana tjetër kemi Rusin që nëse goditet ne hyjmë në luftë me NATO-n. Pra, pas këtyre vendimeve, situata dhe deklaratave, situata dhe retorika sa vjen dhe krijon idenë e një përplasje të mundshme, një incidenti të mundshëm që mund të japë zjarr një konflikti të madh midis Rusisë edhe NATO-s. Si e shikon këto flamuj të kuq që po ngrihen pothuajse në të gjithë kufirin me Rusinë? Po këto flamuj të kuq hyn në kuadër të provokimeve që bën Putini, dhe krijimi i provokimeve është më tepër për të krijuar, po themi, një klim tensioni në Evropë, e cila pastaj mund të shërbejë atij për të ulur vullnetin e Evropës për të luftuar, sepse duke ndier vetë në kërcënuar, një pjesë e popullsisë mund të thotë tani bollëm me Ukrainën, ç'na duhet ne se po rrezikojmë luftë. Domethënë pretendon që të trëmbi edhe të krijojë një tension në Evropë, në ato vende ku kalon. Pra po e krijon Rusia. Ndërkohë Polonia njofton që të largohen qytetarët e vet nga Bielorusia. Po, kjo është për të shtuar panoramës, domethënë. Jo vetëm kaq, po vendet balltike e kanë tashmë po e blindojnë gjithë kufirin me Rusinë dhe janë duke krijuar edhe pengesa natyrore, kanë kthyer në moçale. Pra një pjesë të mirë, sepse vendet balltike kanë moçale plot. Mbile nëse mbani mend para ca kohësh, gjatë stërvitjeve humbi një tank amerikan bashkë me u zhytit gjithi në moçal, domethënë, u arrit të nxirresh në moçale, pastaj kuptohet ata u mbytën për fat të keq. Por i ka dhënë eksperiencë Ukraina që krijoi pak a shumë një situatë të tillë në 2022-shin për të bllokuar kolonën e rusëve që u nisën drejtim të Kievit, se edhe ajo krijoi pak a shumë një zonë moçalore që bllokoi avancimin. Pra, po tregon që gjithë ky krau lindori i NATO-s po përgatitet. Dhe jo vetëm po përgatitet, por ti ke pasur dy stërvitje ushtarake nga ana e nëndesëve bërthamore me arsenalin e tyre që është arsenali i deterrencës i raketave balistike ndërkombëtare. Nëndesë bërthamore franceze, të cilët kanë goditur në Gjiri Biskajës, kanë drejtitur në drejtim të Atlantikut Verior, me raketat që kanë ato me mbushje bërthamore, testim për të parë. Dhe në krau tjetër, në datat 17-20 shtator, ka qenë stërvitje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kanë testuar me 3 raketa Trident, kanë goditur në Atlantikut Verior në drejtim të Atlantikut Jugor, po prapë me raketat Trident, cilat janë armë deterrencës atomike. Dhe këto janë bërë në kuadër edhe të, po themi, të testimit të mirëmbajtjes, sepse ato janë raketa që janë bërë që në vitet 70 dhe në rreth viteve 2014-2015 atyre ju bë një upgrade dhe një mirëmbajtje për t'u arritur kohën e shërbimit, sepse me kalim në kohës përkeqësohet gjendja e raketave dhe patjetër duhen mirëmbajtur. Dhe këto ishin në kuadër të kësaj pakete upgrade që u bë, e cila mendoj që do zgjasë deri në 2040. Pra ky arsenal që ata kanë bërthamor deri në 2040 është efektiv.
Por nuk është vetëm i bërë upgrade-in dhe po godasë, është dhe një mesazh njëkohësisht për Rusin, që arsenali jonë bërthamor me raketa nga nëndeset është funksional. Nuk është që kanë ndodhur rusëve që kanë tentuar 13 herë. Ku po shkojmë, Vendri? Ku po shkojmë? Kjo po shkon drejt një përplasje të madhe dhe siç e nisë që parë, thash, para ca ditësh i vajtën në Moskë, para 2 ditësh ka qenë në Moskë dhe u takuan ambasadorët e vendeve të NATO-s me Putinin dhe i thanë që nuk duam që të kemi provokimin me dron apo me avion që të kalojnë në territorin tonë, për ndryshe nëse do ashtu ne do fillojmë t'i zgjesojmë. Do ketë përgjigje më të ashpër, domethënë Putini, përgjigja e Putin, jo e Putin drejt, sepse nuk ishte Putin. Zyrtare e Rusisë. Zyrtare e Rusisë ishte, shikoni, thoshte, Ukraina është duke goditur Krimen, dhe e ka goditur shumë keq Krimen, në kuptimin e arsenalit që ka pasur, mbrojtja kundër raketore, fushat e aviacionit, avionit që ka pasur aty, depot, municionit gjithë, dhe Ukraina nuk mund të godasë me kaq saktësi bazat që kemi ne në Krime, në qoftë se nuk jeni ju që i jepni informacion se ku ndodhen këto baza. Pra, pamje satelitore. Pra, ata nuk funksionojnë pa pamje satelitore që ju ja jepni. Që do të thotë, në një farë mënyre, ju jeni futur në luftë. Ky ishte pretendimi i Ministrisë së Jashtme ruse në gjatë këtij takimi. Po. Juve ja është Lavrov dhe Lavrov thotë që NATO na ka hapur luftë përmes Ukrainës. Dhe NATO nuk e ka hapur luftën e ka hapur vetë. Jo, të thotë Lavrovi, po. Po, e kam fjalën që gjithë kjo pastaj të çon në një situatë në të cilën mund të ndodhi që mund të rrëzohet, por nuk është prapë është në pikë pyetje qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse Shtetet Bashkuar të Amerikës thonë që po, NATO nëse preket është gati për të rrëzuar, por kur u pyet specifikisht do ndihmoni sa po varet nga rasti, varet nga rrethana. Po, kjo është vërtet. Klet, e fundit që ta mbyllim, ë? Po, ka ndonjë situatë shumë interesante që këto provokimet ruse të paktën kanë nxjerrën pa mungesën amerikane dhe prezencën shumë të madhe të vendeve europiane, Italisë, ka një avion kështu turk, një avaks turk i cili po patrullon vendet e Balltikut etj. Pra, ajo që ne shohim sot është që deri diku është paracaktuar ose është revizuar një lloj aleance brenda NATO-s e vendeve europiane. Dhe po flitet për ndërtimin e të quajtur Eastern Wall pak a shumë, bashkë me asistencën e Ukrainës, pra që të krijohet një lloj muri anti-dron, anti-aeror. Po flitet për mur anti-dron. Ursula von der Leyen e ka. Ajo që testi më i madh do të jetë ky, po edhe ky është një test i cili është kaluar një herë. Pra Turqia e ka rrëzuar në vitin 2007 kur rrëzoi një avion. Në 2015. 2015 një avion Su-24 që shkeli territorin. Dhe ndofta po të rrëzohet një avion rus ose dronët kanë përshtypjen që mund të rrëzohen. Problemi me dronët është ky. Si rrëzoi, por nuk e rrëzoi. Problemi me dronët është ky që ti droni nga që është i pa, nuk ka asnjë njerëz që s'ka pilot, atëre mund të jetë edhe një situatë kështu si një farë keq kuptimi, tentativë keq kuptimi, shkelja pse ajrore, pa dëshirë kështu me radhë. Po një herë që të dronët do rrëzohen në mënyrë masive, atëherë edhe Rusia nuk besoj që do të ketë në një nuk jetë do të jetë prirur për të bërë provokime. Por nëse rrëzohet një avion, atëherë ky do të jetë test shumë i madh për NATO. Klet ka një iniciativë tani të para ditësh edhe e Gjermanisë, e cila kërkonte krijimin e një institucioni i cili do menaxhonte riarmatimin në Evropë. Dhe ky institucion nuk ishte të bënte vetëm në anë administrative, pra si do ndodhte kjo gjë dhe përcaktimin e fondeve, po edhe vendosjen e standardeve. Pra që gjithë ushtria evropiane, që është pjesa e NATO-s edhe, të kishte të njëjtin standard në prodhimin e armëve, prodhimin e raketave, teknologjisë e të tjera që të ishin me njëra tjetër dhe njëkohësisht distribucionin, që do të thotë prodhimi i armëve mos të përqendrohesh në një vend të caktuar, por në disa vende evropiane njëkohësisht, që në kupton që në një farë mënyrë kjo është një përgatitje për luftë, sepse ti duke shpërndar prodhimin në shumë vende, është më lehtë për ty, pastaj edhe për të mobilizuar shumë njerëz, por edhe më lehtë për të mbrojtur në kuptimin e një sulmi të mundshëm. Endrit, falenderoj shumë. Lejt, falenderoj.
Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.